Miq të dashur, mirëmëngjes, ora 6:31 minuta, ju ftoj të bashkoheni me ne, është momenti për të qenë pjesë e një komunikimi të drejt për drejt pas pak minutash, por si fillim edhe për t'u informuar rreth asaj çfarë ka ndodhur 48 orët e fundit, kjo edhe nëpërmjet të shtypit të ditës. Do të jemi së bashku dhe sigurisht edhe për t'ju sjellë më pas të gjithë hapësirën e mundshme për t'ju vënë në dispozicion që ju të flisni lirshëm dhe hapur për gjithë ato që ju shqetëson. Do të nisim pa humbur kohë, pra duke u ftuar që qëndroni pranë ekranit të Ora News edhe të Channel One, por kush është në lëvizje, Radio Ora është një zgjidhje fantastike, kështu që mund të bëni pjesë shumë kollaj me orën tuaj, është 96.7 MHz në radio. T'jemi fillimisht me titujt kryesor të përditshmeve për ditën e sotme, përditshme e pavarur Koha Jon sjell të tituj në faqen e parë të saj dhe sigurisht më pas për t'u thelluar në brendësi. Dajaku që kushtoi $450 milion në faqen 3 është shkrim rreth largimit të biznesmenit libanez i cili u dhunua gjatë tentativës së tij për të investuar në General Alzit. 1200 vende pune ishin premtuar prej tij. Ecmëtej, ndërkohë ka një tur të kryeministit Rama që reflektohet në faqen e parë të gazetës Koha Jon, Rama me fermerët në Gramsh, 300 milion euro për fshatin është premtimi që jep kryeministri. Replikat të ligji i Kamrave PS-LSI debatet dhe thyrje në Komisionin e Sigurisë është një shkrim që e gjeni në faqen 2 pas debateve ditën e djeshme. Qëndrimi Josefina Topalli, pse Rama e quan opozitën armike, është një shkrim që e gjeni në faqen 5 rreth deklaratave të ish-kryetares kuvendit dhe ish numri 2 të Partisë Demokratike. Projekti Manjani nis faza e parë e digitalizimit të regjistrave në hipoteka, faqen 10, pra tashmë do të jetë gjithçka digjitale në hipotek. Shpresojmë të ndihmojë gjithë ata njerëz që çdo ditë marrin këtu dhe kanë ato problematikat me mënyrën se si janë të regjistruara pronat e shqiptarëve. Ecim më tej me një tjetër të përditshme është drejtësia, ambasadorët rinisin takimet për votimin e 6 ligjeve të reformës në faqen 5 janë Vlautin dhe Donald Lu në takimet që kanë pasur në kryesinë e kuvendit. Kryebashkiaku, Velia investimet e bashkisë po e rrisin me tej vlerën e pronës në faqen 16 është një shkrim rreth punëve në Bashkinë e Tiranës. Procesi universitetet, lista me kuotat e lira është e plot në faqen 18, bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm vendesh bosh. Diplomati Mal Berisha vlerësohet nga kongresmeni Elliot Engel gjatë vizitës është një shkrim në faqen 14, ndërkohë editorialet e kësaj gazete janë opinioni nga lufta e ftohtë e një piloti droge nga Frok Çupi, është shkrim pra rreth qëndrimeve të pilotit italian, është një shkrim në faqen 7. Koment nga Andi Betja pse Basha duhet të shkonte vetë tek pista e drogës e gjeni në faqen 9. Një tjetër koment është nga Gzim Tushi pse duhen rregulluar raportet e politikës me intelektualët, një pyetje sociale kjo dhe sigurisht edhe në psikologjinë mes politikanit dhe njerëzve që konsiderohen truri i këtij vendi. Shëndetësia, cilat janë përfitimet shëndetësore që sigurohen nga konsumimi i panxharit, është gjithashtu i shoqëruar me një shkrim tjetër me këshilla mjekësore, kriposja e lëkurës, një terapi efikase për kujdesin e duhur në faqen 22. Janë pra këto shkrimet e gazetës Koha Jon. Kalojmë pa humbur kohë në të përditshmen tjetër, është gazeta shqiptare, e cila vjen me titullin e saj të madh, Hipoteka regjistrim i ri për 3.2 milion prona, kreu i ZRPP, pra zyrës së regjistrimit pasurive të palyshme Ilirian Muho, regjistri digital bëhet sipas të dhënave të Aluiznit. Ylli Manjani zgjidhje për aplikimet e patrajtuara. Ministri i Drejtësisë brenda vitit zgjidhje për mbivendosjet. Shpresojmë dhe urojmë që të mbahet ky premtim sepse është një çështje shumë e rëndësishme dhe do të zgjidhte shumë konflikte që janë për sa i përket tokës, pronës në këtë vend. Ikën biznesmeni libanez, nuk do e bëjmë investimin $450 milion. Kompania do hapnim 1200 vende pune. 54 vjeçari u rrah me shkop bejsbolli, anulohet projekti në General Alzit, është një shkrim që e gjeni në brendësi shoqëruar me foto të largimit me barel të biznesmenit Fad Mitri, i cili kishte ardhur për të investuar $450 milion.
Pensionet para vitit 96, gati shpërndarja e parave me rritjen për çdo përfitues 3 faqe speciale, pra janë në faqen 10 deri në 12 shkrimet cilat interesojnë sidomos klasës pensionistëve. Emisioni i Vasilit pas debatit për drogën, hashashin studio hapur, policia sekuestron bimën 24. Është një aksion i rëndësishëm ky. Rasti rrallë, avokatit e akuzuarit për përdhunim s'më le morali ta mbrojë në faqen 6, është një shkrim shumë interesant, pra avokati ka hequr dorë nga mbrojtja e një personi të akuzuar për përdhunim. Dëshmia e gazetares, plagosja me thikë të Çajupi, ambulanca pas 20 minutash në faqen 8. Kuotat e lira në çdo deg universiteti, mbyllet faza e parë e regjistrimeve, 617 kuota boshte mjekësia, datat kur të aplikoni. Zyrtare mbi 4.000 vende në Universitetet e Tiranës. AKP 6.872 regjistrime në gjithë vendin, është një shkrim pra që e gjeni në faqen 18, gjithë ata që janë ende në ethet e post-maturës, pra që presin të din fatin e tyre në universitet, tashmë është koha për të aplikuar e për të synuar të shkojnë drejt universitetit. Opinionet e kësaj gazete janë firmosur nga Besnik Bakiu në faqen 21, provokacioni i ri grek mbi mbarveshjen e detit, është pra ky shkrim në thellësi. Ndërkohë sot në VIP page është pra suplementi i kësaj gazete, Albert Krasniqi nga Qelia, pse qellova me armë kundër Noizit, është pra suplementi që e gjeni në brendësi të gazetës shqiptare. Kalojmë në një tjetër të përditshme për ditën e sotme, është gazeta Shekulli, e cila vjen me titullin e saj të madh, Plera radioaktiv drejt Shqipërisë. Shumica e majt voton për kalimin e projektligjit për mbetjet, PD abstenon. Deputeti socialist alarmon për hyrjen e mbetjeve radioaktive dhe kimike nëpër dogana. Deputetët e PS-s të vendosur për të miratuar projektligjin, që nesër do të votohet në seancën plenare. Ja rreziqet për vendin është nga Elmas Gorica, një shkrim që është në brendësi pra të kësaj gazetës Shekulli. Ndërkohë që ka sjell një opinion të disa kohë më parë të Blendi Klosit, importimi i mbetjeve një aksion thellësisht antidemokratik, faqen 9, pra risjell në vëmendje gazeta Shekulli. Ndërkohë, një lajm tjetër që vjen në faqen e parë, shoqëruar edhe me foto, duket në fakt surprizë ky lajm, marrëveshja dorëhiqet Tony Blair, kryekëshilltari i Edi Ramës, ish kryeministri britanik njofton largimin e tij nga aktivitetet si konsulent i qeverive dhe liderëve të botës. Lidhja me qeverinë shqiptare për vitin 2013. Debatet votohen kamerat e sigurisë, tension Brahon Dreu në faqen 7, është një shkrim që e gjeni në brendësi të gazetës Shekulli. Tiranë sheri në Facebook, përsëri Facebooku bëhet shkak i sherit, 17 vjeçare therë me thikë bashkëmoshatare, një shkrim në faqen 10 dhe 11, për fat mirë ka shpëtuar, por gjithsesi ngjarja është vërtet e rëndë, e ngjashme me atë të Pogradecit, një sherr në Facebook çon deri në përdorimin e armëve këtë herë të ftohta. Regjistrimi digjital në hipoteka për pronat të zgjidhen konfliktet, në faqen 16 shpjegon pra Ilerian Muo, kryeregjistrues. Vendimi i gjykatës, gruaja shkeli urdhën e mbrojtjes ndaj përdhunuesit. Shekulli siguron një kopje të vendimit të gjykatës së Firit ndaj Ilmi Hoxhës. Selvia në kohën e vendimit rezultonte e strehuar tek viktimat e trafikut, në faqen 12 dhe 13. Pasiguria libanezi mbyll investimin, $450 milion në Lals. 10 ditë pasi u rra brutalisht në autostradë, Fadi Mitri vendos të japë fund investimit gjigant në gjirin e Lalzit, çfarë përmbante projekti që u fshi brenda 1 minute. Kombëtarja Debjazi merr ofertë nga kroatët, 2 opsione për trajnerin e Shqipërisë, një shkrim në faqen 21 për sa i përket pra lajmeve në gazetën Shekulli. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, e cila sjell pra pikërisht titullin e madh. Biznesmeni libanez largohet me barel nga Shqipëria, Omnix Albania tërhiqet nga super resorti, $450 milion. Dëshmia sherri për parking në plazhin e Bunecit me çiftin gjerman, shtrohet pyetja, gjermani me qelloi fëmijën dhe ishte i pirë, flet pra shtetasi shqiptar që akuzohet pra se sulmoi çiftin gjerman. Zyrtarizohet largimi i Koçokogdhimes nga PS. Shpëtim Gjika shkatroi PS-n në Vlorë, është pra citimi i ish kryebashkiakut. Resortet turistike në Bregdetin e Jugut po ndërtohen në pronat grabitura, është një shkrim që gjeni në brendësi të gazetës Tema.
Editorialet e kësaj gazete janë firmosur nga Merobaze, si gjithmonë përgjegjësia Ramës për viktimat e listës Argita në faqen 8, Lorenz Vangjeli sa kushton një sherr rrugë në faqen 8 dhe 9 dhe Lulieta Progni sjell shkrimin Beteja e Majlindës që e gjeni në brendësi të gazetës Tema, të cilat janë pra e titullit kryesor, ndërkohë që shumë interesant shkrimi i Astrid Patozit, kur kishim rend, nuk kishim ministri. Tani që kemi ministri, nuk kemi rend, është një shkrim rreth inaugurimit të ndërtesës së re të Ministrisë së Brendshme. Shkrim në faqen 9. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Dita, është titulli i parë në krye të gazetës, është pensionet e ushtarakëve, vendimi 3 gjyqtarëve dhe drejtxheja e drejtësisë. Smeti Sufis janë llogaritur pensionet e ushtarakëve, njëni kompetencën e 3 gjykatësve dhe ekspertëve kontabël, që është një shkrim pra që vjen në krye të gazetës Dita. Ndërkohë në brendësi, zbrazja e vendit, krimi më i madh i politikës janë Arben Duka me vargjet e tij. Pse kjo reformë është shansi i fundit nga Andrea Stefani? Telefonata e së hënës dhe një replikë në Dita nga Bedri Islami, është vazhdon pra replika në gazetën Dita mes dy publicistëve. Titulli i madh është ekskluzive Frederik Gjerasi Enveri përballë Hrushovit. 16 nëntor 1960 shndodhi në sallën e Georgievskaja të Kremlinit. Prishja e madhe me sovjetike, rrëfimi i përkthyesit e Enver Hoxhës, shqiptarët mes rusëve dhe kinezëve, tentativa e fundit e Hrushovit, detaj intriguese të marrëdhënies Enver Mehmet, e vërteta e këngëve labe në vilin e delegacionit ton, Jehona e ngjarjes së Moskës, një shkrim në faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita. Ka edhe një citim sigurisht të Merobazës në faqen 12, ikja e afaristit libanez, viktimat e listës Argitës dhe Rama që rri e vështron, është pra një koment mbi komentin e Merobazës që ishte në gazetën Tema. Kemi titujt kryesorë tashmë të gazetës Mapo, është titulli i madh, drejtësia, mungesa e konsensusit, shtyen ligjet e reformës në drejtësi, pra është fjala. Kuvendi ka shtyrë miratimin e 6 projekt ligjeve që plotësojnë paketen e reformës në drejtësi, shkak mungesa e konsensusit me opozitën. Ambasadorët rinisin negociatat pas braktisjes së komisionit 2 ditë më parë nga opozita, është një shkrim në faqen 3. Kujtohen pra sërish të ambasadorët për drejtësinë, nderimi UET honoris causa francezit më të dashur për shqiptarët. Universiteti Evropian i Tiranës nderon Bernard Kushner me titullin doktor honoris causa. Është një shkrim që e gjeni në faqen 8 dhe 9 të gazetës Mapo. Dhuna ndaj biznesmenit, kompania tërheq investimin $450 milion. Qeveria nuk ka reaguar ende pas këtij lajmi që u përsot me foto të biznesmenit në Barela në aeroport, ndërsa opozita akuzoi kryeministin si fajtor për situatën. Omnix, ky akt i rënd kriminal ja ka dalë që të rënojë përpjekjet e kësaj kompanie për gjatë tyre viteve të fundit për ndërtimin e një kompleksi turistik prej $450 milion, një shkrim faqen 7. Suplement të Mapo Ide, Afrika dhe Afrikanët me mendimin shqiptar të viteve 20-30 është një shkrim që e gjeni në faqen 13 dhe 17, pra është suplementi. Editoriali është nga Besart Kadia, burgu s'është për mjekët, por për spitalet shtetërore, është një shkrim që e gjeni në faqen 11 të firmosur, pra nga Besart Kadia. Opinion në faqen 10, mos harroni ku ishit nga Bernard Kushner, pra është fjalimi i mbajtur gjatë ceremonisë së marrjes titullit honoris causa. Opinion në faqen 11, too much rubbish nga Ornella Çuçi është në faqen 11. Plagosët rënd me thik nga shoku i shkollës, 17 vjeçari, kapet autori sulmi në shkollën në Çajupin, Tiranë, në faqen 7 e gjeni këtë shkrim. Ngërsh nga Bujar Kapexhiu, të shkuara të harruara, po ku je o pler, mirë se na erdhe, është një shkrim pra që sjell një tuf me plera dhe kryeministin Edi Rama që uron mirëseardhjen. Kalojmë tani në një tjetër të përditshme, është gazeta Standard, e cila vjen me titullin e madh, pikërisht me plerat, 2 lajme të zeza. Ikin investitorët e huaj, vijnë plerat e botës. Titull shumë interesant ky, gjeni në faqen 6 dhe 18, pra sepse bëhet fjalë për 2 lajme të ndryshme, por të përmbledhur në një titull. Dhuna ndaj administratorit, kompania që do të investonte $450 milion largohet nga Shqipëria. Ligji për importin e mbetjeve kalon në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese nesër në seancë. Është ky pra shkrimi i madh në krye të në shoqëruar me foto pra në ballinën e gazetës së Standard.
Ngjarja e Korço Glozheni, gjykata liron 2 mjekët e akuzuar për vdekjen e 35 vjeçares dhe foshnjës. Në foto janë 2 mjekët që ishin arrestuar me urdhër të prokurisë. Zgjedhjet e brendshme në Garë Mehmetën e Brokajn, Spahiu shpall kandidatuar për kryetar të LSI-s, bëhet fjalë për deputetin e Dibrës. Titujt e tjerë të kësaj gazete janë të shoqëruar pra edhe me disa komente dhe opinione, sigurisht, por edhe me lajmet e ditës. Opinioni pse do të kisha qenë për importin e plehrave nga Artan Fuga në faqen 12. Komisioni i Sigurisë, debate dhe replika mes Ndreut e Braos. Mazhoranca miraton ligjin për kamerat, një shkrim në faqen 2 të kësaj gazete, pra të gazete Standard. 6 ligjet në 29 shtator, vettingu kalon në heshtje nga presidenti, e majta kalon e vetë me qeverisjen e gjyqësorit në faqen 3. Të lidhur me Ndragetën, Itali sekuestrohen 5 ton drogë, kapen 99 persona mes tyre dhe shqiptarësh, një shkrim rreth kronikës në Itali në faqen 5. Taksa për rrugën e Kombit, bizneset në Kukës e Tropoj, nisin aksionin e mosbindjes civile në faqen 10, vjen një lajm nga Ekonomia. Tek shkolla Çajupi, sherr me thika mes nxënësve, plagoset 15 vjeçari, autori mëshau ndaj reagova dhe përsëri sharja ka qenë në Facebook, pra siç thamë edhe më herët. Në Ballkan, Shqipëria më e rrezikuar për sistemin e pensioneve, shkrim në faqen 11. Interesant kjo. Shëndeti dhe estetika janë 100 këshilla për një zemër të shëndetshme, fakt janë këshilla të vlefshme këto. Botoksi ilaç kundër migrenës, sa duhet mbajtur në gji. Foshnja është një shkrim pra që vjen në brendësi të gazetës në suplementin shëndetësi dhe estetik, shumë e rëndësishme pra edhe këshillat mjekësore. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është Telegrafi që vjen me titullin e madh, monopoli i karburanteve dhe rrëzimi i avionëve. Autoriteti i konkurrencës hap hetimin e thelluar për furnizimin me karburant të avionëve, pasi çmimi i lartë i furnizimit ka sjell fitime maramëndse për monopolistin, ndërkohë që kjo ka ndikuar në rritjen e çmimit të biletave në faqen 10. Është një shkrim pra që e gjeni në gazetën Telegraf. Titulli tjetër i madh është zyrtare nga ambasada gjermane, ja si aplikohet për vizë pune në përfaqësinë diplomatike në Tiranë. 2 hapat kryesorë dhe rregulloria e punësimit për shtetasit e Shqipërisë, Bosnjës, Kosovës, Malitëzi dhe Serbisë. Kalojmë në një tjetër titull të kësaj gazete, ambasadoria greke, Elini Souriani, çamët i drejtohen në gjykatave greke, kufiri detar, ligji i luftës dhe Aleanca PS-PDU në faqen 2 është një intervistë pra e ambasadores greke në vendin tonë. Shpëtim zinxhira, asnjë polici dënuar për dhunimin e emigrantëve, vrasjen e Karelit shtyhet në kalendat greke. Është një shkrim faqen 18, e bëhet fjalë për Ilia Karelin, shqiptarin e masakruar në burgjet greke, i cili vdiq më pas nga torturat. Reagon Bashkia Pogadec, masakrimi i liçenit nga firma ndërtuese dhe rreziku që u kanoset automjeteve nga Shkëmbinjt, është një shkrim në faqen 3. Video skandali që provoi fshehjen e krimit nga AKU, maskaradës së drejtuesve të AKU-s, Telegrafi përgjigjet me fakte konkrete për korrupsionin në tregun e peshkut. Pas pastruar AKU nuk ka siguri ushqimore në faqen 4, është një shkrim që vjen në këtë gazetë. Flet gazetarja Megi Lubani, takimet e rralla me Vaçezelen, Alida Hiskun, Bexhet Pacollin dhe piktorin e shquar iranian Masrur Imami. Këngët dhe lulet, 2 pasionet të mëdha të Vaçës në faqen 14 dhe 15 është një sjellje në vëmendje pra e kujtimeve me personalitetet të rëndësishme të këtij vendi. Aktualitet, Zydi Kroi dhe Fiqeret Doda, monument për ushtarakët. Ernest Jakova dhe Thoma Xhixho për strategjinë ushtarake, profesor Luftullah Peza, historia dhe konferenca e Pezës në faqen 16, 17 dhe 19. Opinion dhe koment, shembuj të qytetarit global Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s për Euroazin, është një shkrim që e gjeni në faqen 5 të gazetës Telegraf. Qendra e Artit në Elbasan është një shkrim nga Kliton në Kapaj në faqen 7. Mozaik dhe aktualitet, universitetet zbardhen kuotat e lira të mbetura bosh në të gjithë fakultetet, tabela e plotë në faqen 6. Dalë nga jeta Enver Halili, ish ministri i drejtësisë që firmosi pluralizmin, në vërtet një prej figurave ngushëllime familjes për ndarjen nga jeta të Enver Halilit. Shkrim në faqen 8. Bear Fejzullahu, Tamara, kryeqendra turistike, Sofokli Mekshi, a ka dashuri shqiptaro-greke në faqen 8 dhe 9. Ecë më tej me gazetën 55, Mafia e Ramës po e merr Shqipërinë me koncesion, është një titull që e gjeni në krye të gazetës
55. Krimi dhe edhe formalisht po triumfon mbi shtetin ligjor, duke pasur në drejtim klanin privat kryeministit, ai tani po kërkon ekskluzivitet mbi çdo pasuri natyrore të Shqipërisë. Shifra e dëmët, largimi i Omnix i heqë ekonomisë 450 milion euro, 4,5% të prodhimit kombëtar. Ndërkohë, gjithë këto shkrime janë shoqëruar me foton e biznesmenit libanez i cili u largua dje me barel nga Shqipëria. Berisha suksesi i ri Al Capones, Rama i dha ultimatum biznesmenit libanez. Pyetja ditës, a mund ta duan biznesmenet e huaj aq shumë Shqipërinë sa të rrezikojnë edhe jetën për të investuar këtu? Droga, vula europiane e Edvinit, një tjetër shkrim. Në brendësi, Dibra tregoi se zgjedhjet nisin vetëm me çmumtimin e kupoles kriminale në qeveri. Mafia e plerave fiton parlamentin, mazhoranca harron të konsultohet me ekspertët e mjedisit. Denoncimi Milva Ekonomi i fal 80 miliona euro zhvendrit të saj. Krimi i Polonisë kundër historisë nga Shlomo Avineri është një opinion që e gjeni në gazetën 55, pra në formën edhe një të dosieri. Forumi, mercenarizmi i religionit të shqiptarëve dhe zgjidhja e përhershme me vendin e lutjeve nga Ardian Haxhiaj. Kronik mbi putinizmin, mashtrimi i qartë në votimet në Rusi nga Ino Mantorfel është një shkrim në brendësi të gazetës 55. Kalojmë në shtypin politik, është Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike, titulli i madh është i çmenduri ka dalë jashtë kontrollit. Basha Rama heshti me 10 shtator kur u dhunua barbarisht investitori huaj, duke u rreshtuar me krimin që dhunoi investitorin, ndërkohë që foto madhe është pikërisht biznesmeni në avion, pra i shoqëruar me barel. Shqipëria jo peng i kartelit Rama nga Lulzim Basha, që pritej ndodhi, dje kompania Omnix deklaroi se të riqet nga çdo investim në Shqipëri. Ikën Shqipërisë 450 milion dollar investim. Hetim parlamentar për armën është një kërkesë nga opozita në faqen 4 që vjen reflektuar në gazetën Rilindja Demokratike. Si fshihen borxhet OSHE-s me rishfet në faqen 5. Kërkohet referendum për plerat në faqen 8, një shkrim pra që vjen, të paktën do të ketë një qëndrim të qartë edhe nga opozita për çështjen e mbetjeve. Ky vend është në luftë nga Blendi Kasmi, një opinion koment në brendësi të gazetës. Ndërkohë Lubonja, shpëtimi i vendit nga shqiptarët, Dibra tregoi se s'ka më rotacion politik, është një shkrim që vjen rreth deklaratave të Fatos Lubonjës në Ora News. Faqe 4, kryebashkiaku i Pukës i akuzuar për vrasje dhe kontrabandë, është një tjetër dosje penale që publikon Partia Demokratike këtë herë për kryebashkiakun e Pukës. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Ballkan, e cila vjen me titullin e madh, Hipotekat, nis procesi i korrigjimit të regjistrit të pasurive të palujshme, si do shmangen mbi vendosjet dhe do të saktësohen kufijtë e pronave. Digitalizimi përditësohen të dhënat pasurore në të gjitha zonat kadastrale të vendit. Shpresojnë mos ketë probleme më tej, pra sepse digitalizimi duhet të gjej edhe korrigjimet e sakta. Pagat referencë për profesionet e lira hyn në fuqi vendimi i gjykatës kushtetuese që rrëzoi qeverinë në faqen 7, është një shkrim që vjen pra mbi mënyrën si do të tatohen pagat për profesionet e lira. Lista e financave është të dënuarit e gjallë që kanë marrë vetëm një këz dhe duhet të paraqesin dokumentacionin faqen 12. Amnistia fiskale, rivlerësimi i pronave, rritën aplikimet nga individet, ku është interesi sipas dhomës kombëtare të noterisë. Kryeministri ligji 7051 shpërndau tokën, por nuk bëri pronar. Informacionet sekrete të KGB-s në Tiranë shehrin me komunistët grek provokuar nga Mehmet Shehu. Artan Lame do japim 5.000 lekë legalizimi çdo muaj, një shkrim faqen 6, shpresojmë të jetë kështu. Falja gjobave të bizneseve pritet okej në faqen 6, pra janë këto shkrimet që vijnë në gazetën Ballkan, ndërkohë opinioni është përdosja e Sovranit nga Artan Fuga dhe kur Greqia kërkonte rrëzimin e Berishës dhe Meksit nga Arben Lalla. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është organi i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrimi, zhvillimi i ekonomisë rurale, panariti, grante dhe subvencione të veçanta në bujqësi për gratë fermere. Ministri i Bujqësisë dhe koordinatori FAO-s për Europën dhe Azinë Qendrore, Raymond Jahle, prezantuan në Tiranë raportin Aspektet gjinore, bujqësia dhe zhvillimi rural në Shqipëri. Mblidhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në LSI, miratohet rregullore dhe administratorën kandidatuarit për kryetarit të LSI-s në faqen 3.
Intervista flet kryetaria e Lëvizjes Rinore për Integrim, Florida Kërpaçi, ndryshimi I vërtet do të vijë nga netërinjtë e familjeve të thjeshta shqiptare në faqen 23. Agrobiznesi shqiptar ka firmosur marrëveshje me kompani të huaja, synohet rritje e eksporteve të prodhimeve Made in Albania në Gjermani, Itali, Egjipt e tjerë në faqen 4. Dinastia Marubi, 100 vjet të studios fotografike shqiptare, Amsterdam, mira vizitor, interesi I lartë për të njohur historinë e fotografisë shqiptare në faqen 16. Koment nga Lucy Markus është nga Projekt Syndicate, retorika, politika, ekspertet dhe votuesit është një shkrim në faqen 7. Ndërkohë një tjetër opinion që vjen nga një media ndërkombëtar, nga The Guardian, janë Bruma, sjell pikët takimet dhe dallimet midis perëndimit dhe lindjes që e gjeni në gazetën pra Integrimi. Ndërkohë, edhe këtu gjen vend pra çështja e digitalizimit të pasurive të palyshme, Manjani përfundon historia e mbivendosjes së dokumenteve, tani shërbim më I mirë, nis faza e parë e procesit e digitalizimit të regjistrave të pasurive të palyshme, një shkrim në faqen 5. Kalojmë në gazetën e fundit për sot, është gazeta sportive Sport Express, e cila sjell në vëmendje disa tituj shumë interesant nga futbolli. Agostinelli në 360 gradë, Skënderbeu ka maturi, Partizani një reticencë Vulkan, faqen 2-3. Italiani Stolit Koçar rrëfehet për 2 përvojat e tij shqiptare dhe bën krahasime. Tekniku tregon gjithçka edhe për jetën jashtë futbollit. Në kosh ndihet si në shtëpi dhe pëlqen mishin e qëngjit, një jetë në sport. Kapiteni Orges Shej mbush 39 vjeç, është portieri pra I skuadrës Skënderbeu dhe I kombëtares shqiptare Orges Shej. Titulli I madh, Demi mban fjalën por Sormani e dëbon Mazrekaj në faqen 5. Kosovari është kthyer në stërvitje me grupin, por sapo ka bërë 2 xhiro me grupin, ka vazhduar me 9 vete me urdhër të stafit teknik. Është një shkrim që e gjeni pra si tham në faqen 5, shoqëruar me foto të futbollistit Partizanit Mazrekaj. Ethet e derbit në faqen 15, Fagu, Tirana, më e uritur, Partizani në presion për fitoren. Ish mbrojtësi thotë se bardhëblut kërkojnë të thyejnë tersin me çdo kusht. Flamurtari, analizë e ashpër në Vlorë, nuk ka më justifikime, një shkrim në faqen 8 pas humjes me Vllaznin. Kuksi, bigët pas Kariokës, por lojtari s'largohet në faqen 7, është një shkrim pra që e gjeni në brendësi pra ka Mercato lojtari brazilian Karioka. Ecuria Kuqeblu, Ademi shijon momentin e mirë që kalon Vllaznia, është pra fjala për kryebashkiakën Vërtan Ademi, shkem faqen 6. Barcelona Atletico Madrid është ndeshja kryesore e kësaj mesjavë në kampionatin spanjoll, Camp Nou. Enrique kërkon hakmarrjen ndaj Simeones dhe Atleticos. Gjermani, Dortmundi bën fërtele Wolfsburgun, sot luan Bayerni, Kupa e Ligës, Conte eliminon Ranierin. Super Liverpool, Arsenali, Seria A të mëdhat në fush, Juve për të harruar të humbje, pra janë në faqen 17, 18, 19 dhe faqen 14, 15 janë të Serisë A. Trajneri Kuqezi e bujshme Debiazin e duan të Dinamo e Zagrebit, në faqen 9 është një shkrim pra që e gjeni rreth lojtarit kombëtarës. Portieri I Lazios, Thomas Strakosha, deputon, por Baka më pas Niang nuk e fali. Në fakt, bëri një paraqitje dinjitoze portieri I kombëtares 21 vjeçarëve të Shqipërisë, Thomas Strakosha, trashëgimtari I Portës Kuqezi. Këto ishin edhe titujt kryesorë të shtypit për ditën e sotme. Ishim edhe me median sportive në fund. Ju kujtoj se pas pak do të jemi këtu për të komunikuar drejt për së drejti së bashku nëpërmjet 2 numrave tanë telefonit. Mos u largoni, është ora juaj, tani është momenti juaj. Mund thoni atë që mendoni, të adresoni problematika dhe sigurisht të ngreni zërin për ato shqetësime që ju mendoni se duhen thënë me zë të lartë, dhe kjo është një mundësi për të thënë publikisht. Kemi kthyer përsëri bashkë pasaj shkputje të shkurtër. Sigurisht tani është momenti për të gjithë ju që nëpërmjet telefonit të komunikoni 04 2344 720 dhe 069 670 24 për gjithë ata që po na ndjekin nëpërmjet valve të Radio Ora News. Presim pa humbur kohë telefonatën e parë dhe urojmë mirëseardhjen. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Unë jam një dëgjues nga Basoja e Kamzës. Po? Mirë se erdhët. Mirë se jetën. Edhe respekt se keni një beson shumë të mirë. Faleminderit shumë. O Patrik, po. Unë jam një veber, një invalid. Po? Nuk ma ndin ekonomike. Shpia mua të vëzën nga poshtë, të vëzën shpia, I veber.
Po si ka mundësi që nuk trajtoheni me asnjë lloj ndihme? Po nuk më japë më vërtet, nuk i arrin pikë. Po pse si nuk i arrin pikë, se nuk e kuptoj këtë justifikim. Unë e marr pension invaliditeti, jam kupton. Po. Po tu më thonë, kur s'ke në vapore, thonë nuk i arrin pikë për të marrë ndihmë ekonomike. Pa, nga pushteti lokal, nga bashkia, po flisni. Po, nga bashkia. To thot ta ndalën atje te ndihma ekonomike në Tiranë, thot ta ndalën. Kuptoj, po ju përderisa jeni pjesë e bashkisë së Kamzës, du të përgjigjet bashkia Kamzës kam përshtypjen për këtë pjesë. Nuk e di nëse. Po, o Patrika, di si është puna, ka si thonë, këtu ma bëjnë mua ato, ma qenë Tiranë, thot atje ku kthehet nga Tirana thot nuk i arrin pikë. Ku vjen këtu thot nuk i arrin pikë. Po ku ndërkohet kjo në kë institucion se kuptoj ku e dërgojnë ata bashkia, ku listën ku e paraqesin? Në Tiranë, te ndihma sociale e Tiranës. Okej, e kuptova. Dhe për çfarë nuk arrini ti merrni pikët se nuk e kuptoj këtë? Për çfarë? Po nuk më tregojnë të fare, hiç se për çfarë nuk e arrin, hiç nuk më tregojnë të bashkisë Kamës. Qartë. Kuptoj. A do ma kesh një përgjigje, po të mundësi. Të lutem, qëndron linja, lejni një numër komunikimi që të kemi pak më shumë serime, se kështu nëpërmjet transmetimit direkt ndoshta nuk i marrim dot të gjitha serimet, të kuptojmë se ku i keni paraqitur dokumentat dhe ku janë drejtuar të gjithë pra komunikimet që dim se kujt i drejtohemi dhe sigurisht kërkojmë edhe shpjegim, se ndoshta kjo vlen edhe për shumë qytetarë të tjerë që kanë njëjtin problem. Mbas të një ligji nuk u takon të marrin edhe pension invaliditeti, por edhe ndihmë ekonomike, kjo duhet sqaruar dhe sigurisht këta njerëz duhet marrin sqarimin e duhur. Prandaj është shumë e rëndësishme të ketë komunikim, të ketë dhënje sqarimi të duhura për qytetarët, se pas shumë t'i vuajnë për informacion njerëzit dhe më pas përplasen sporteleve të vogla të shërbimit administratës shqiptare. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mëngjes. Tashi, po flasim për këto legalizimet e Patrik. Po, në Durrës apo? Kam një, unë në shpinë time për shembull e kam bo në kohën e Enverit. Po. Por, kam bo me një vendim lagje kështu, po ato gjinë dokumente, që u e kam hunë legalizim. Qartë. Tashi, këto shpje që janë bo para kohës demokracisë, si bëhet halli dhe vllajdashë për legalizimet? Fakt është një pyetje që ne ja kemi adresuar drejtuesve të Aluiznit, presim të marrim një përgjigje, ta marrim me sinkron që të kemi mundësi t'ja sqarojmë qytetarëve, sepse nuk jeni, pra ka shumë raste të cilat janë shtëpi të ndërtuara para viteve 90 dhe nuk janë përfshirë në ligjin për legalizimet që krijoi edhe Aluiznin e famshëm që u more më pas më procesin e gjithë ndërtimeve pa leje. Sepse këto nuk quhen as ndërtime pa leje, sepse përderisa janë ndërtuar para viteve 90, do të thotë që e kanë marrë një miratim diku, se nuk lejonte njeriu atëherë të ndërtojë ku të tekej apo si të tekej. Kështu që besoj se duhet, do është në interes dhe unë do të synoj që po. Problemi është se këto kanë qitë një vendim që aja beja, thot. Po pra, ndarja në dy zona. Bëhet fjalë për Durrësin apo jo? Patrik, këtu ke aja, këtu në Durrës, në bulevard, këtu po bëhen gjët ma të kopne, po ndërtohen katët sipër, po bëhen ribai kanë heqë gjithë strukturët edhe nuk e qatë trapin njeri. Kurse për të varfrit, thot është aja është beja, thot. Mund ke kalaja janë bë pallate, janë bë shtëpie, drejtë fitan gjithë gjërat. Atëherë, sigurisht që një përgjigje duhet edhe një sqarim se çfarë do të bëhet, sepse tani problemi nuk është se përderisa nuk janë futur puna çfarë do të bëhet me këto objekte kështu që për i tjegëll kanë fut tjetrin burg Patrik mes fshatit, e kanë marrë kanë qenë e kanë fut burg. Këtu po bëhet nami, këtu s'po çaka ti, këtu s'ka as lloj kontrolli as gjë. Këto e kanë marrë me ta pikë të qeveria dhe marrë punën. Megjithatë, ne pyetjen do t'ja ushtrojmë. Falenderoj shumë për telefonatën, për çështjen që ngritë. Patëm edhe raste të tjera, në mos gabojmë, kemi pasur edhe në Tepelen për të njëjtën histori, pra për pronat e para 90-s apo edhe ato të ndarë, pra që janë ndërtuar në këto prona të para viteve 90, kështu që duhet të parë edhe një herë se çfarë do të bëhet për këto, sepse nuk kanë as dokumenta, por as pa shtëpi nuk janë, pra ky është problemi. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjes zoti Patrik. Mëngjes, mirë se erdhët. Nga Fieri ju flasim, si që kemi ngritur, problemin e kësaj pronës në Fier ka pat
pritura dhe surpriza këto ditë. Që do thotë? E para, në një seancë gjyqësore që ka qenë në datën 19, falenderoj gjyqtaren Hysi, që ka lejuar prokurorën të flasin dhe i ka thënë do sjellësh dokumenta. Dhe nuk ka sjellë asnjë dokument për proces gjyqësor për provat shkresore. Dhe i bëj thirrje Adriatik Vallës të distancohet nga Spartak Braho, të lejoj të japin urdhër Adriatik Valla Ardian Ylli të fillojnë hetime se ka ose 3 dosje, ose 4 dosje, se një dosje jam i dyshuar ka ardhur, apo s'ka ardhur. Të fillojnë hetimet e para, e dyta, një gjyq, një proces gjyqësor, në Vlorë, bëjnë thirrje Këshilli Ndar Drejtësisë, edhe Ministri Drejtësisë, Ken Rima, ka përgjysmuar dokumentat e procesit gjyqësor dhe po e zvarrit me qëllime të paqarta. Ja kam ngritur këta dhe ja kam shkruar dhe ja kam dhënë. Edhe këta. Kemi bërë një telefonat para një jave, 10 ditësh, për zërën qendrore të regjistrimit të pasurive të paligjshme. Një natë mbasi drejtuesi apo kryeregjistruesi i zyrës qendrore Ilirian Muho ka komunikuar me mua. Mbas telefonatës, unë jam telefonuar nga zyra qendrore. Qartë. Pra, në mos gaboj të ejnëtën e shkuar kemi komunikuar bashkë, të premten ju ka komunikuar Ilirian Muho, apo po ditën që telefonuat këtu? Po, jam komunikuar, jo, ne kemi folur të ejnëtën, të premten, më kanë marrë ata në telefon. Qartë. Dhe çfarë kanë thënë, të lutem që mos zgjatemi ta bëjmë koncize diskutimin, të lutem. Dje më ka pritur sekretarja e tija, nuk e ka pranuar, thot se ky dokument nuk është lëshuar nga zyra qendrore. Pra, hipoteka kryeregjistruesi, pra kreu i zyrës së regjistrimit pasurive, thot që nuk ka firmosur, nuk e ka lëshuar ai këtë dokument. Pra, ju garanton ju që ju nuk ka firmosur këtë dokument. Atëherë, kush e ka firmosur, kush e ka lëshuar? Po, ai nuk e lëshon ta japin që ky dokument nuk ka dalë nga zyra qendrore e regjistrimit pasurive paluajshme. Nuk e pranon që ta lëshojnë në këtë mënyrë. Kurse gjykata e Fierit, prokuroria e Fierit, ZVRPP Fier, gjykata e Vlorës, e Apelit, gjykata administrative pretendojnë se ky certifikat pronësie është lëshuar në bazë të këtij dokumenti. Gjithsesi, në debate si për dje, në koridor, vetë të regjistruesi Ilirian Muho nuk ka pranuar të kontaktoj me mua. I kam thënë vetëm kaq. Faleminderit, do takohemi te byroja e hetimit. Unë po ju bëj kallëzim dhe ta vini shkresë atje. Se kjo ishte, këtë rrugë do t'ju sugjeroja edhe unë, se është e vetmja rrugë, kështu që përderisa nuk leshohet, nuk konfirmohet, nuk gjendet, atëherë është gjykimi dhe hetimi. Zoti Patriku të falenderoj. Faleminderit juve. Me një sekond. Dhe në orën 12:30, një pa 20 dje më ka marrë përsëri në telefon. Ke ik apo s'ke ik nga Tirana, të kthehesh këtu të takosh zotin Ilirian. Pse duhet të kthehem unë përsëri, apo pse duhet të nisem unë sot përsëri nga Fieri të takoj zotin Ilirian Muho? Shkurt, sot do jesh prap te hipoteka për të takuar Ilirian Muho. Unë jam nisur për në Tiranë, të takoj zotin Ilirian Muho dhe ta lëshoj dokumentin. Dakor. Atëherë, për ta mbyllur këtë histori, faleminderit shumë Nikolaj. Unë i bëj thirrje kryeregjistruesit të sqarohet me zotërinë dhe të kemi mundësi që nëpërmjet këtij komunikimi telefonik ne ta apelojmë dhe sigurisht të mos e kemi për ditë këtë shqetësim, sepse bëhet fjalë për një çështje që duhet kishte marrë zgjidhje dhe nuk e kuptoj se si sorollatet, nuk bëhet fjalë për një pronë të madhe që $450 milion, siç ishte ajo në gjirin e Lalzit që i kushtoi goxha biznesmenit libanez. Okej, ecim më tej me një tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Po, falenderoj. Jam një banore në Tiranë. Po. Këtu në rrugën Alidemi. Po. Unë do të flas dy vende për fushën e sportit, për Alidemi që ka qenë gjithmonë e përjetshme më. Dhe unë ndave u bë një pjesë për park, për lodra, për fëmijë, për të ndonjëz, dhe ai është këtu në treg. Në një treg, fruta, perime, rroba, nga më të ndryshme. Po kush e ka kthyer në treg? Bashkia. Pra, ish fusha, një pjesë e fushës. Nuk rrihet më, po. Një pjesë e fushës që u bë një herë kompleks ku kishte lodra për fëmijë. Po, u bë shumë e bukur. Po. Tamam për të nejtë, për të lujtë fëmijët, për gjithçka. Aty u ka kthy vetëm në treg, po bëhet një vit
që aty për ushqime bio, pa aty u këtu vetëm në roba, nga më të ndryshme të vjetra të reja, edhe ushqime bio vetëm 2 tavolina janë, ushqime bio. Pa, ushqime bio dhe treg frutash një anë dhe robat vjetra në anën tjetër. Roba është më shumë, një 2 tavolina janë vetëm ushqime. Shu dhe zavate. E kuptova. Dhe një problem tjetër, tu në rrugën Alidemi, prap po aty, në rrugën Ibrahim Asmena. Edhe një Ibrahim? Asmena. Po. është një rrugis që nuk ka pa asë njëra asfalt. Ka ardhë asfalti deri në 2 metra, që u bërë rruga Alidemi. Që u baru, tashti, edhe kanë shtru 2 metra, kanë bërë dhe me vijat bardha, dhe aq kanë dërë. Rruga mrena është, nuk kemi ku të vend komën. E kanë vënë vijat mbi baltë, e kanë zbardhur baltë. Po, vitë shikosh aty, duket sigur është bërë rruga. Qartë. Edhe rruga mrena është, nuk ke ku të veç komën. Shumë falenderit, absolutisht që vlen për të trajtuar, sepse është një zonë e rëndësishme e Tiranës Alidemi dhe gjithë hapësira për rreth fushës edhe rruga në fjalë, cila lidh pra lagjet e brendshme me rrugën kryesore. Nuk mjafton vetëm rruga kryesore, e kemi thënë disa herë dhe po e përsërisim, jo vetëm Tiranë, por në gjithë qytetet duhet të shkojmë deri në qeliz qyteteve për t'i rregulluar. Nuk ka vetëm qendra, nuk jetohet në qendër, jetohet në lagje, kështu që është shumë e rëndësishme kjo. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Jo vetëm emisionin. Faleminderit shumë. Ndërtojnë për këtë punë në ndetjeve. Po? Ko këtë popullë gjithë të rrët. Në bo me jetë, bo kje shëgjerit civile, mos me hynë. Ku bo kje prapë që bo vesh në të plehe? Ndryshoj mendje qeveria. Faleminderit. Faleminderit juve. Kishë dhe... Po? Kishë dhe për këtë punë e policisë. Po, ju dëgjoj. Jo 1.000 policë. Për 500.000 policë të bëhën. Po, su shdukën kërë të mafje që organizojnë drogën, ka të majnë policinë. Për parë poplet ka. E drejtë. Tjetërë, kishë dhe jo. Po, ju dëgjoj. Janë ca firmë të mërshme, i zonë rrugët, e në hosë krisin për shtetë. Edhe kur dhe dilët, këtë e verifikojnë. Po, kemi parë atë dhe jemi duke verifikuar atë pjesën e asaj rrugë. O të bëtë mërë, nuk të janë për shtetë. Deli roja atë që ku me kipë, a dim që të princë të tanë, ku dim ku qekën të. Drejtë, absolutisht duhet të ketë vëmendje. Po? Kishe dhe gjallë për këtë rrugë. Po, dëgjoj. Jam socialisti të rëbuëm. Si gjallë së të kanë bon. Nuk e di rama për plenët që fërmohë se boni këto, për nuk e di. Koptej. Faleminderit shumë, sigurisht që duhet sa më shumë. Po. Lëhum kjo politikë. Krimë. Faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes. Sigurisht që janë shqetësime, cilat duhen thënë me zot lartë. Nuk ka rëndësi, jemi shqiptar dhe duhet të themi shqiptar, s'ka rëndësi socialist apo demokrat, republikan apo vallist. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, ju përshëndesoj. Përshëndetje dhe ju. Zoti Patrik, unë jam i banore të kësaj kampës, se cila herë pas here kam kontaktuar me juve për probleme që na përkasin lagjes tonë. Nuk di nga ka filloj. Jam shumë pak kënaqur me shtetin. Bëhet fjalë, pra, që ta kuptojmë edhe një herë, bëhet fjalë për kompleksin e pallateve që janë të kësaj kamzës, apo pjesën e pranhyrjet autostradës janë banesat private? Është një rrugis ku ka shtëpia private. Po. Je shumë i sakt. Te pallatet e Malezianit. Po pra që. Është një rrugis e vogël me 200 metër. Nuk kalohet nga uji. Tani është djeshi, 200 metër, nuk është më. Me preptimet famshme her pas herë zgjedhjeve. Është një problem që e kam ngrit dhe jo unë, ndoshta edhe qytetar tjerë. Është e pamundur të kalojnë, çojmë fëmijët në kopsht. Kam qef ta qoj si ka hije, si që veshin në shtëpi. Është e pamundur, në krasë mbaj dot. Sepse kam shumë larg, do ta çoj edhe një ndër problemet kjo është, do ta çoj në Laprak. Sepse lagja jo nuk ka kopsht. Kryeministri jon më fal, edhe një herë, të lutem.
ta kuptojmë drejt, sepse ndoshta njerëzit thonë kthesa Kamzës Lapraka janë aty. Dikush që nuk e percepton ta bëjnë këmbë atë rruga, po edhe me makinë, se po ta bësh me makinë duhet vish patjetër deri te rruga e Spitalit Ushtarak, kthesh edhe një herë. Pra, bëhet fjalë që duhet ta sillni nga kthesa Kamzës te pallati ku ndan te mbikalimi, po e themi, dhe duhet ta sillesh në Laprak, në Kopësht fynjen, sepse nuk ka Kopësht aty afër. Je shumë i saktë, nuk di çfarë të falenderoj. Dëgjoj, kemi pas stacionin më afër, por stacioni fatkeqësisht me mbikalimin ka shku te Hygeja, po. Qartë, e kuptoj. Edhe shkojmë te Hygeja, kalojmë mbi. Pra, duhet të kalosh gjithë atë rrethin edhe gjithë atë rrëmujën e trafikut me fëmijën kap. Ti për stacion autobusit dhe që të vish në Laprak. Po, çoj fëmin. Nga kses aty ku hymbi deri në Laprak mia vjell. Qartë. Sepse sa që nga gjumi jo i qitit shojnë Kopës, nëse se shumë e zgjata për këtë problem. Qartë. Shojnë Kopës. Të duhet mbajni më afër telefonin se ju dëgjoj pak me vështirësi. Po. Një Kopës shumë i bukur, Kopës shumë i bukur. Dhe ku shkojmë në Kopës, çdo dhomë, çdo grup ka 45 nxënës. Pra ka mbi edukatore, një ambient i vogël i ndar gjysma me krevate. Po çuditërisht krevatet janë 20 dhe fëmijët janë 45. Dhe ky është i vetmi Kopështi i Laprakës apo jo? Numër 12. 12, Kopshti 12, okay. Po, një kopë shumë i bukur i inauguruar shumë shpejt. Më duket se Lulzim Basha nuk ka rëndësi. Çon ka, puna është si janë fëmijët sot se nuk ka rëndësi. Po, është me përmasa standarde, por nuk rri fëmia pa fjetë në orën 12. Se nuk ka krevat. E kuptova. Unë ka 2-3 ditë e gjenë stol. Sepse ose do të flenë 2 veta, ose për tokë djali. Unë nuk po them se kemi ardhur nga një, po si do që tjetë. Jo, e kuptoj shumë drejt. Unë të falenderoj shumë që i sinjalizove, sepse janë probleme shumë të rëndësishme, edhe për pjesën e rrugës, edhe gjithë infrastrukturën e zonës ku ju jetoni dhe sigurisht ku jetojnë shumë familje tjera, sepse tashmë është një zonë e populluar, nuk ndahet më nga Tirana, është vazhdimi i Tiranës, por sidomos edhe për Kopshtin, unë premtoj që do të jemi aty me kamera për t'i përcjellë, ndoshta i shohin dhe i evidentojnë këto problematika edhe drejtuesit e bashkisë, mbase mund të hyjnë. Zoti Patrik, se mos të zgjatem, unë nuk dialogoj me edukatorët janë të fajt. Por edhe kur bisedoj me to çojët e privati, si ta çojët e privati, unë kam punu 42 vjet në shëndetësi dhe kam një pension 200.000 lekë. Qartë. Absolutisht shumë e drejtë, sepse nuk mund të thuhet shkote privati, kemi shërbimin publik dhe duhet sigurisht që gjithë kanë mundësi të shkojnë privat. Edhe më e madhja, unë duke pagu taksën e shkollës, unë si shtëpi, djali që ka një ambient të vogël, dyqani, një internet, edhe ai taksën e shtëpisë, kur e ka pagu taksën e dyqanit, ka pagu taksën e shkollës, edhe një tjetër djalë, të 3 djemt kemi pagu taksën e shkollës dhe unë kam vetëm një nip dhe s'kam ku ta vën krevat. Ja çfarë shteti është ky. Qartë, e kuptova shumë drejt. Faleminderit shumë. Me energjinë elektrike mbi faturime që të kam thënë pasi më mamen. Patjetër. Unë të falenderoj shumë vërtet. Atë turoj gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Emision të mirë. Faleminderit dhe ju falenderoj për mirë ta sensibilizoj pak për rrugën. Kopshti 12 Laprak dhe rrugët sigurisht. Faleminderit shumë zonjë. Është problematik nëse qëndrojmë kështu, sigurisht Kopshti duhet parë edhe një herë shërbimi, sepse nëse fëmijët flenë apo rrinë stolave, sigurisht duhet ndërhyrë dhe duhet zgjidhur për të fjalë për Kopshtin 12, thot zonja, gjithsesi do ta trajtojmë, do ta verifikojmë, do të kërkojmë informacion nga drejtuesit e këtij Kopshti. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët. Kisha 2-3 probleme të vogla. Sparja kisha duhet ndryshuar me televizionit tuaj se të ndahet një kasalla, ta bëjmë televizion kasalla, se po të ndahet një gjithë ti problemet. Qartë. Tjetër, kisha që mos të nxjim çdo gjë që nuk punohet, nuk ulen çmimet. Për shembull, drejtoresha si more Durrësit, nga 4.000 euro ka ulë ka bërë 3.500 euro, është një sukses kjo, nuk është pak. Ka ulur 3.500 euro? Punësimin e punojzve. Ka bëhullje, të më thënë. Ka bëhullje. Pra se ka ullë taksat, po? Mos janë nxim në gjitha. Dakor. Duhet ja njojmë si merit. Po. Tjetër kisha edhe për disa gazetarë, për shembull. Po.
Blendi Feziu, të dalët të premsohet, ka boj një aksident në shkambin e Kavajës apo jo, dhe asi media se ka dhonë para disa vitesh, e kupton se... Vite apo dit? Jo, vite. Qa. Ka boj apo jo, dhe të premsohet. Qartë. Se fletë shumë edhe për aksidentet. Tjetër, edhe deshat për Artan Hoxhën, me 3 maj të 2013-ës, ka bo kronik në Kruj, dhe pse se ka dhënë këtë kronik dhe nuk e përmend asnjëherë. Qartë. Prandaj që ku gjërat bën në popull, duhet i shfaqi, atëherë jo vetëm një anshëm. Absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj që po them edhe datën kur ka qenë. Qartë, të kuptova drejt. Janë pyetje të cilat sigurisht ata duhet të japin përgjigje, padyshim. Dhe unë të falenderoj shumë që ndërhyet dhe sigurisht i ngritet këto çështje. Falenderoj shumë për telefonatën zotrin. Sigurisht janë çështje të cilat vinë më bëri vërtet përshtypje ulja e çmimit, punësimit në tatimet e Durrësit. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjesi. Mirë se erdhët, përshëndetje zonjë. Përshëndetje, jam një zonjë nga Tirana. Po? Në fakt, jam e martuar në Korçë dhe nuk e kam sjellë pasaportizimin në Tiranë. Po? Kam vajzën 4 vjeçe dhe nuk më futi në Kopës. Po, me këtë justifikim, pra, që nuk jeni banore e qytetit Tiranës? Po. Unë që ri këtu në Tiranë. Po, se mund të edhe një zgjidhje provizore nga këto të tipit që duhet merrni një vërtetim, pra kontratën e qeras, nëse rrini në shtëpi me qera apo të shtëpisë që keni bler, dhe të merrni një vërtetim si banore e lagjës, dhe sigurisht që kam përshtypjen se duhet gjendur një zgjidhje. Unë nuk ri me qera, as nuk kam bler shtëpi, sepse ri në mami im. Po, mund të bëni një kontratë qeraje me maman tuaj, formalisht, sigurisht për ta depozituar, sepse kam përshtypjen se ky është një justifikim që do ta gjeni në gjitha kopshtet apo çerdhet që do të drejtoheni për këtë problem. Po, nuk ma futin fëmijën në kopës. Po, kërkohet domosdoshmërisht që të jesh të paktën banor, vërtetim si banor i lagjës. Kështu që gjeni një mënyrë, sigurisht tani unë po jap edhe mënyra ndoshta jo ligjore, po bëni një marrëveshje kontratë qeraje me maman tuaj që të jeni banore e lagjës X në Tiranë dhe të merrni një vërtetim më pas të shkoni të paraqiteni në institucionin e trajtimit të kopshteve dhe merrni mundësinë për ta çuar fëmijën në kopsht. Duhet ta kem këtu pasaportizimin thonë këta të bashkisë. Po edhe duke qenë se është një procedurë e gjatë, mos ngelet fëmia pa kopësht, po e them këtë variantin tjetër, pra nëpërmjet sepse përderisa ka ardhur nga këtë variantin. Nuk e di, kjo çështja e pasaportizimit zjat pak, do të mbetet fëmia pa kopësht për ca kohë. Po vjet e kam lënë pa kopësht. Kuptoj. Sepse më kërkonin këto dokumente. Prapë edhe si vjet. Nuk e di, duhet të gjeni një zgjidhje zonjë për këtë pjesë, pra nuk e di, kam përshtypjen se në këtë rast nuk është se u ndihmojmë dot, por duhet të kërkoni të bëni të regjistroheni si banore e Tiranës, nëse është e mundur, që të mos e lini idealin pa kopësht në këtë sens. Okej, faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë të mbar. Sigurisht ka disa rregulla të cilat duhen zbatuar, në këtë rast bëhet fjalë për regjistrimin e fëmijëve në kopsht. Janë banorë të lagjeve të Tiranës dhe ka 1001 vështirësi. Unë di plot raste që nuk ja u regjistrojnë në kopshtet për kacet, sepse nuk ka vende, ka ngarkesë, diku s'duan, e kështu me radhë, diku kërkojnë një gjë të vogël, e kështu shkojnë në qërat. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Përshëndetje me mëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se djeta. O, zoti Patrik. Po, zotri. Më ka bërë një çudinë më rama, për edhe. Po? Se unë s'para shua lajme se në taksisat po vdesim rrugëve, po çudi e madhe i pash në mbrëm. Më ka bërë çudi një duar trokitje të atyre doktorëve, mbi kujt fituan ata, kush ishte mbi fashizmin, unë nuk e kuptova, ndoshta kom dhe gabim, po ku di unë të duar trokitje që vdes një nën me një foshja, mua më duket si ata mund t'jenë të pa drejt, po ç'ishte ajo duar trokitje. Qartë, kuptoj drejt. Nuk e kuptoj çfarë ishte ajo. Unë nuk e diskutoj, mund të jenë të pafajshëm.
Po qishtë ajo duhet trokitje më ka bërë shumë përshtypje, më ka bërë jashtë mase përshtypje, të të vësh në dhe një nën me foshnje, me të loqë fëmijët rrugëve, e të duhet trokas, më ka duk si absurde, nuk e di, ndofta jam gabim. Ja, sigurisht, është një lloj pra shije, të let një shije, megjithatë nuk besoj se e kanë pasur për këtë duar trokitjen, por gjithsesi edhe duar trokitja për lirimin e 2 mjekëve, të cilët ndoshta janë edhe pa faja, nuk do t'i paragjykojmë, por gjithsesi le një shije të keqe pas asaj që ndodhi. Po çfarë do po mirë, më unë le të jenë mirë pa fajë. Jo, po them, unë po ta miratoj pra, le shije të keqe tek ne që e shohim në ekran. A e din ata që duar trokisin se u vun dhe një non me i foshke. Qartë. Kjo është një pyetje shumë e drejtë. Mo nuk e di, shqiptari vërtet mund t'jetë fukara, po a shumë i ndjeshëm edhe shumë dashamirës njëri për tjetërin, nuk shu e di. Megjithatë, unë respektet, falenderoj shumë. Ju përshëndes, uroj ditë marë, falenderoj shumë. Ecë më taj, presin tjetë telefonat, alo mëgjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Nëjësi, mirë se erdhët. Jo modelin barë. Po? Beshat i beja një thirje Niko Peleshit. Po, pa tjetër. Edhe Bashkim Finos. Pa tjetër. Ja zotuar ka 4-5 vjetë për rrugën Orman, Rmbet, Rof, Trovë. Qendra e fushës së Korçës. Është për i bretë të zotit. Në një kohë që Ridvan Bodja e ka shpen rrugën në asfalt në Rakickë për 4 shtëpi. Se ka shpen në moral për një lokal. Kuptoj. Edhe në moral thot groja për një lokal. Prandaj lutem shumë Niko Peleshit. Edhe Edi Ramës se ka dhe një llafin në Maliq. Prandaj ta mbaj llafin që kam thënë, unë kam shumë mesim të këtë djatë në juve, se ju do t'ja shpini të llaf. Sa ko ka që e kanë dhënë? Sa ko ka që e kanë dhënë të premtimin për ta bërë këtë rrugë, se... Sa herë bëhen pushatë zgjidhje me e thonë të llaf. Qartë. Ka ardhur më Niko Peleshi në zona ndej, është parë, mas... Korçë po, për Korçë nuk bënë copë, nuk po lenë rrugicë e vrimë, pa u futur e pa regulluar. Qartë, absolutisht. Dërsa zemrën e fushës Korçës e kanë lenë për i brezdotit. Qartë. Ju faleminderit shumë juve, dhe sigurisht ky apel shkon për zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cili e ka pasur në vëmendjen Korçën, por Korça është edhe zona përreth, i numëroi zotëria me radhë, i është premtuar edhe për Maliqin e kështu me radhë, pra të majnë thjesht premtimet për ato investime që kanë nevojë qytetarët e zonave përtej qytetit, pra përtej qendrës së qytetit, kështu që është shumë e rëndësishme të kenë vëmendjen edhe ndaj banorëve të zonave përreth. Shkojmë në një shkputje të shpejtë publicitare, kthehemi një herë pas pak për të komunikuar. Kemi kthyer me një herë bashkë 04 23 44 720 dhe 069 670 24, gjithë ata që duan të komunikojnë e të thonë hapur mendimin e tyre, sugjerimet e tyre, shqetësimet e tyre, është ora juaj. Presim telefonatën në radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Kam 2 probleme të shkurtë për të në televizion juve. Po. E para, u dhëmë në emisionin e Stop, një katastrofe të mërshme, rëpton se qa bërë dhe të tjenë në kesh, dhe dhëmë pare ndorë për të tarifat e neve, në i gjobat apo kamatat e ndryshme, dhe është sheja asë që me ndohet fara për këtë punë. Nuk e prish fara të rëzin. Asë një pronësim së kështë që në asë një medje. Unë se janë ortak, a i zoti qela, janë ortak, edhe kanë bërë metodë të punës të tyre, unë, këj popull, nëse të vazhdojë shumë me këtë institucioni, ka morë forë. Sepse është borgos një qytetari thjesht, të zemë për disa kilowatt të cilët si ka pagujtë, është borgos dhe është akoma në prana. Kushtë këto zotit, vetën marrin me 100 lek, me 100.000 lekë, edhe nuk i bini një gjendë në këmë. Përndaj, kisha vete për të. Vetën e dyte kisha për ministrin e shëndetësisë. Atje u zhvillu një gjysë nga kim të pandeve 2 mjekve, pa mbasisht, ishe mbasisht fajtor, po këtë grupi tjetëri mjekve, se mbështetje dhe bon një gjë të tillë, me duhet trokitje, me broritje, shqyqy që doren të nga bullë dhe shqyqy që i morëm jetën një nënë dhe i fëmije.
Zduam, zoti Patrik, aty ka një gabim, nuk bëhet fjala. Shkalla e gabimit, atë e përfeshon gjykata. Ka një gabim ato, kupton. Dashje pa dashje ato është bëjnë gabim dhe ajo iku edhe më shkthehet një jetë. Ai do të lutem ti zotis ministri i Justisë, do të marrë qendrim për këtë një kem përshtetjen atë punë ai është zakonisht e dobët është njerëzore. Qartë. Faleminderit për minutën që më. Shumë faleminderit juve për minutat që ndat me ne dhe sigurisht shprehet mendimet tuaja. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë kisha dy problemet. Parën e kisha që kjo qeveria, kisha me qeverinë e fjalë gjithmonë, se qeveria s'ka marrë asnjë lloj premtimi. Sepse çka ka thonë me fjalë, jo që nuk i ka bo. Po tani po pisliqe vetë me fjalë. Atëre i Shalti atje thotë për punën e plenave. Pa ishte ky Shalti që ka bërë nomin, thyu gjysmën e Tiranës, shkatarroi Tiranën me fjalë copa për këtë plenë. Shumë e thjeshtë, qeveria dal nga zgjedhjet e 2013-s, vendimin e parë që ka marrë ka qenë firmosja e anullimit të ligjit për këtë import, pra të këtyre mbetjeve që ishte lënë nga qeveria e shkuar. Po tash pse ka firmos për plerat me pru Tiranë? Unë them kështu, me që i parlament ka shumë plena mrena, ta fillojmë që ka do plena tjera. Si pastrojmë një ato plenat... Puna është se ne po bëjmë liqë për import, ne kemi boll, po si ta bëjmë t'i heqim të që kemi, t'i largojmë jashtë, t'i eksportojmë. Që si mi dishti edhe, që t'i heqim të plenat tjera. Ne duhet eksportojmë plerat, të t'importojmë. Bravo, t'i eksportojmë, do t'i qëmi ashteri, se këto janë të smerqeme, këto e gjithë tru. Nuk ka shqip një më tepër se këto parlamentar me tru me fjallë. Këto kujtojnë të në bërë me ne ju shkodosha, këto kujtojnë se popli prej gjumë, a kuptojnë? Erdi burri bodës me po një festim Shqipni, e përzune rapën e shkepëm dru hiku. Sepse janë interesat noja të ke qinin lagje. Nuk është pak me fjallë për se ne fshatari e do me morë 2 metra tokë ose 5 metra tokë. Ajo është një festim kolosal që pojtë atje. Dhe këto stëndin këto jena, të janë shklu si jena, ke pa jena ku kapin gjaun, e shklynë e bëjnë atë farë dhe gjej që tjetë gjau dhe i qelbët të të hajnë. Qartë. Kjo qeveri është shumë e qelbët e re. Mos folin me gjune si përse që është kundra, është komunizm gjallë edhe për të se komunistat janë. Faleminderit shumë dhe sigurisht që duhet ngritur pak më shumë zëri për këtë çështjen e plerave, sigurisht në kuptimin për të pasur sa më shumë transparencë, dim se çfarë do të bëhet, sigurisht nëse është konform rregullave, sigurisht duhet të marrë një konsulte gjerë dhe sigurisht të vendoset në interes të qytetarëve shqiptarë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Ju dhe për emisionin. Faleminderit. Lidhje me këtë importimin e plerave, dhe shtoja dy fjalë, që ato që i votojnë për importimin e plera jenë plera vetë një rast parë. Ajo preza që votoj atë vendimin për vetimin e importimin e plerave. Shqipërinë, se Shqipëria shkojme me plera, por me që e drejtojnë plera Shqipërinë, ti marrë dhe plera të botës dhe ti hanë aty në tavolinë, ti servir. Nërsa mbrëmë ishte një emision me Eni Vasilin tek një kanal televiziv, po bëshë fjalë për drogën. Tani erdhi policia tek Eni Vasili dhe e kapën sekuestruan drogën që kitë në do Eni Vasili. Tani eliminuam mbjelljen dhe trafikun e drogës në Shqipëri. Bravo, tani policia atë nga sa e do të abis aty, të abis me fat aty tek rajoni, se aty në malë fushkën e morë, so aman. Faleminderit shumë. Ju përshëndes se uroj ditë mbarë. Faleminderit për telefonatën, e më tej presim tjetër telefonusën dhe një. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë. Kisha një problem timin personal, për si imi dhe shumë të tjerë. Po. Preken nga një vepër madhore, të sa qyshe, dërtimi unazës madhe të janë. Po. Edhe kemi shumë problem, kemi problem nga të 30 vjetë që bënë në të dhe nuk jemi legalizuar, jemi me pronë, me certifikat prone, brenda gjithë rregullave të detyrimit shlyerje shtetit. Po, 30 vjetë, çfarë ju kanë thënë? Si e kanë justifikuar 30 vjetë me radhë faktin që i keni pronën tuaj, por nuk e zyrtarizojnë me atë dokumentin e famshëm. Ato justifikimin e kanë shumë lehtë, kanë ndërtim palishëm, ndërkohë që janë brenda si gjithë populli lëvizje mbas 90. Qartë. Kam dëgjuar që
ky ata në lamje në para 2 javësh ka thonë që në sa duhet po diskutohet për që qeveria do e marrë përsipër ta me thënë problemin ton ta legalizoj vetë. Po pra, të zgjidhë dhe ti hap rrugë ndoshta dhe procesit, ndoshta të ndërhyj pak me një vendim qeverie, me sa di unë do të ketë një vendim qeverie, do t'i propozohet një vendim qeverisë për këtë nga ana e Loiznit. Me aq sa e kam dëgjuar edhe unë si gju zotin Lame, megjithatë ne mund t'ja kërkojmë serim, me që do kemi edhe disa çështje tjera për t'ja kërkuar zotit Lame dhe Luiznit, t'ja kërkojmë edhe për këtë çështje. Pra bëhet fjalë për banesat që përfshihen në afërsitë e Unazës Madhe në zonën e në shkollë sipër. Ne prekën nga ndërtimi i Unazës. Prekemi nga ndërtimi i Unazës, por ndërkohë që nuk kemi asnjë lloj informacioni, ai thotë që do dilni 2 vjet me qira. Qartë. Po pra, duhet një sqarim pak më i detajuar, çfarë do të bëhet, si do të legalizohen, si do të kompensoni për dëmet nëse do të prishen shtëpitë për interes të projektit publik të Unazës Madhe, pra gjitha këto meritojnë një sqarim, ajo që po thoni ju. Pra kërkoni informacion. Po se Lamja sikur tha që është në diskutim projekt qeverie që sikur qeveria do ta marrë përsipër. Këtë thash, unë di që është propozuar në qeveri një vendim për të marrë përsipër kompensimin apo edhe zgjidhjen e problemit të legalizimit për këto banesa në pjesën e sipërme të shkollës. Nuk më duket e drejtë kjo që thonë këto do marrësh 2 vjet qira, ndërkohë që jem në pronën tënde. Qartë. Megjithatë duhet sqaruar për të kuptuar nëse është kështu apo është në formë kompensimi financiar, do ta shohim çfarë përgjigje do të jap Luizi dhe t'ju shpjegoj. Shumë i saktë, kam një javë një telefonor podcast nga Fluksi. Faleminderit. Të përgëzoj e ke zbukuruar këtë televizion. Faleminderit shumë, faleminderit. Si mund të marrim një përgjigje për këtë punë? Po do të kemi mundësi, nëse do të kemi se pres një intervistë apo ndoshta edhe një ballafaqim të zotit Lame këtu në studio me gjithë telefonuesit që të ketë mundësi të shpjegoj gjithë to pikpyetje, por gjithsesi një intervistë ta marrim dhe do ta transmetojmë më pas sigurisht edhe në programin e mëngjesit. Në momentin që ta kemi do ta njoftoj për pak përpara. Me sukses në emisionin. Faleminderit shumë. Do të shqetësojmë edhe herë. Me kënaqësi, patjetër. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje zoti Patrik. Unë jam një dëgjues i rregullt i emisionit juaj dhe ju uroj shumë për emisionin. Para sa që mundësi që keni të zgjidhni problemet që ka e mëdha që ka ky popull. Faleminderit. Unë jam një banor i fshatit që rreth komune Katuni 3, bashkia Durrës, rreth 7 kilometra larg jemi. Deshet nga një shqetësim për shkollën 8 vjeçare në këtë fshat, që po të vini të shikoni, të bëni një reportazh, të mbiles të shoqëroni me atë muzikën e famshme në Laver Bariut me të vajtuar. Qartë. Që aty në kushtet që është ajo shkollë që bëjmë mësim ato nxënës është tamam për të vajtuar. Okej. Aty në të sot në shiu hyn brenda. Sa kohë ka që është investuar në këtë shkollë? Në këtë shkollë ka 10 vjet, 15 vjet që nuk është investuar, nuk është vendor. Banjot e shkollës kanë plas ujat e pista për jashtë dhe ku do dalën të nxënës. Shiu sot që bjen shi hyn mrena. Sistem ngrohje nuk ka. Të shohësh oborrin vetëm gjol e bar nuk ka ato stola që i kanë bërë gjëra të pushojnë fëmijët, nuk kanë kurrin, nuk kanë ku han. Qartë. Ka ardhur drejtoresha e arsimit të Durrësit, ka bërë një mbledhje atë që edhe janë mbledhur këshilli i prindërve, ka ngritur shqetësimet e tyre për kushtet e këqija që ka kjo shkollë. E ka thonë me përgjigjen që nuk i kemi në dorë ka bashkia. Po çka ka dorë ajo? Vjen thot vetëm që kontriboni ju me lek, me fonde, merrni gjatë dimrit kur shtofët, merrni drume vetë që të ngroheni. Qartë. Të lutem, qëndroni linjë që të komunikojmë me ju drejt për së drejti, që të vim bashkë me grupin e xhirimit dhe t'ja paraqesim se vërtet bashkia e ka detyrimin të përgjigjet infrastrukturës shkollore dhe sigurisht se mbase zoti Dako apo bashkia e Durrësit përtojnë dalin pak edhe sa kilometra është larg qendrës Durrësit Qereti? 7 kilometra larg. Përtojnë ndoshta dalin 7 kilometra, ta shohin realitetin atje, ndoshta edhe drejtoresha e arsimit apo drejtoria arsimore duhet ja vërë në dieni bashkisit i thotë, shikoni çfarë kushtesh, jemi detyruar të bëjmë sims. Më zoti Patrik, ata kanë ardhur se marrin mundimin, ne kërkojmë nga ju që ta sensibilizoni. Qëndroni ato se bova që nuk vin ta shohin ato, po me një reportazh tuaj. Patjetër, qëndroni në linjë që të kemi. Qëndroni në linjë që të kemi një informacion më të saktë edhe për partën e vendodhjes, sigurisht megjithëse shkolla 8 vjeçare Qerretit një është, megjithatë është shumë e rëndësishme të jemi të saktë në atë që përcaktojmë.
dhe paraqesim nëpërmjet kronikave apo materialeve tona. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Kemi probleme shumë të vogla. Po. Në vitin 90 unë kam marrë një kredi në shtet me kërë. Po. Po sa kredi do të ushti? 20.000 lekë të vjetra. Sa të ishte? Hajtë në të po. Po, aq ishte vlera, sigurisht. Po. Edhe i ku harrua gjatë kur mbas një para një 2 javës më vjen një zat. Ju keni një kredi shtet për të lartët. Qa kredi më thash? 20.000 lekë të vjetra, the. Po mi që nuk ishte dhëna kamata. Ne të iku kjo e pagova. E kam lave që shteti më vjen nuk të le që ndarkën pa të marë. Kuptoj. Kurse kur kemi në të drejtën e popullit, me zalla se këtem përgjigje që në sjeroj kjo shtek. Pra, është funksionimi i kontratës në mënyrë të njëanshme. Ne kemi një kontratë me shtetin, me qeverinë, me politikën, me administratën, pra që ne zbatojmë detyrimet që na vendosin ata, por edhe ata kanë po të njëjta detyrime ndaj nesh. Pra, ne nuk e peshojmë mirë këtë raport. Sigurisht jo vetëm për fajin tonë, no? Pikërisht. E dyta. Po. Është kjo firma që ka marrë të rregullimin e territorit të pazarit të Divjakës? Po. Qendrës? Qendra Divjakës. Sot një vit që janë pazarit zgërmadh akoma. Nuk e kushkel ku ve kemë të janë plagat e thyra, të dëmtura. Nuk shikon dot më së mik janë të palmët gjysmat të zëna, gjysmat të thara, që shikon dhe i dritës kështu, ja. Po, e kalon kompania sa koka që ka ndërhyrë për ta bërë këtë dhe e kalon kështu? Kompania ka gati një muaj që ka iku që këtu, ja. Po, sa koka që ka nisur punën? Kur e ka nisur punën? Po bën gati një vit ponjur. Qartë. Dhe nuk e ka mbaruar, pra ka ikur pa e mbaruar? Jo, ka ikur pa mbaruar, pa e përfunduar akoma. Okej, qartë. Jo, po, që bashkia du t'japi shpjegim se është ajo që kontrollon dhe menaxhon çdo lloj investimi, sigurisht dhe nuk e di se çfarë arsye ka ndodhur gjithë kjo. Pra bashkia du t'japi shpjegim për qendrën e Divjakës. Po, është kompania që ka marrë rrugën me koncesion të rrugës të Arbërit. Qartë, e kuptova. Shumë faleminderit, ju përshëndes dhe uroj ditë të mbarë, sigurisht janë çështje të cilat kanë interes të gjerë, pra të publikut për nëse përket investimeve që presim dhe sigurisht raportit që ka shteti me qytetarin. Faleminderit zotërisë. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë se gjeta. Unë jam një banore e Laprakës. Po. Aty është fabrikë tullave, nëse dini, se din gjithë tani më. Po. Dhe unë kam një vërejtje sepse ajo nuk është rregullt fare, nuk ka as rrjet në mbrojtë rërën, pluhrin, edhe gjithë pluri i firmës vinë në shtëpi tona. Pra nuk ka asnjë lloj kushti të sigurisë mjedisore, po themi. Fare. Po të vish ta shikosh shtëpinë me lopata e mbledh plurin edhe mund të bësh një grumbull të madh rërë sa mund shtrosh një shtëpi. Qartë. Edhe du t'i bëj një pyetje, tash e kam me kryeministrin drejt për drejt. Nëse smuren qytetarët kush i shëron? Kush i merr përsipër sepse gjithë e pluhur më shkëlqy futet, paktën ke fëmijët. Qartë. Apo janë dhe ushqimet e mira dhe e ndihmojnë shumë fare. Përzihen bëhen bashkë. Qartë. Faleminderit shumë për sinjalizimin, absolutisht që duhet ngritur kjo çështje dhe patyshim që është një pyetje e drejtë që shkon edhe për ndoshta jo direkt për kryeministin, por për gjithë ato institucione që kanë përgjegjësi për të ndërhyrë për të menaxhuar situata të tilla mjedisore. Bëhet fjalë për vija ajrore 1 kilometër larg qendrës Tiranës. Faleminderit zoj. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Urime për emisionin. Faleminderit shumë, mirë se erdhët dhe u bët pjesë. Këtu në Shqipëri ose njeriu çdo gjë që humbet mund ta gjejë. Vetëm deri nuk mund ta gjesh. Kjo qeveri ka humbur të gjitha, ka humbur edhe nderin. Nuk mund të gjejë nder kjo qeveri. Flutojnë avionat me drogë. Del droga televizor, mbyllen gjithë fushat, gjithë kodrat, gjithë malet, të gjitha mbyllen drogë. Nuk mund të përgjegjësi absolutisht asnjëri. Kemi dëgjuar në shtetet e tjera që në një dikaster që nuk shkon puna, ministri i përkatës automatikisht jep dorëheqjet. Në këtë qeveri nuk kemi dëgjuar asnjë ministër për të dhënë dorëheqjet. Vërtet me foshin, le fëmijët rrugëve, le familjen, ministri i shëndetësisë vetëm zgjatet dhe jo nuk u jep dorëheqjen. Qartë.
Mbella drogë, akuzohet ministri i Dançëm, absolutisht nuk e dorëshe, nuk e merr përgjegjësinë asnjë. Po vetëm zgjerin statistika, ti ke mbjellë më shumë, unë kam mbjellë më pak. Çfarë janë këto mozovi vetë? Si do të shkruajmë, si do të bëhet shkruajmë, si do të kemi besim në kjo qeveri? Këto sa mori 1 milion vota, i mori 1 milion vota më tepër, se ishte qeverisje më e keqe ajo e dasë. Po jo se këta bëj më keq. Jo të përfitoj nga 1 milion votat. Asnjë lloj premtimi nuk ka mbajtur. Në kohën e Unerit, nëse do të shkel hapësira ajo, automatikisht kalon te nga dëshmërinë umbullnia. Nga dëshmërinë umbullnia do të thotë të kesh armën të mbushur dhe pritet urdhri për zjarr. Vjen avioni që nga Tirana, kalon mbi Rinas, kalon mbi në fortin e Durrësit, në objektiva të rëndësisë të veçantë, dhe kryeministri do të qasët asgjë që kaloi. Unë me në pletë e kryeministrit. Po sikur ky avion të ishte i ngarkuar me bomba nga ISIS, me të përqisë atje në Durrës, çfarë përgjigje do të bëjë kryeministri që do të bëshe kasapare vërtet? Në fakt është një pyetje vërtet që duhet ishte ngritur, ë? Nuk e di nëse e ka ngritur apo jo, por përderisa publikisht nuk është thënë, duhet ishte ngritur. Po sikur, sepse u bën 2, 3, një tjetër në Vlorë, se u bën 3, në mos gaboj. Këto që dim neve, të cilat që nuk i dim janë me qindra mund të themi. Një don, më falë zoti gazetarë, një sekundë. Një don u ngrit në Serbi, dhe me të don të plate një afar. Po sikur të ishte droni bombësh, do të bëshe në stadium. Edhe unë e këtë pyetje kryeministrit. Po sikur të ishte bombësh, do të bëshe në Durrës. Si do të dole për fara këtij populli? Se ti je baba i këtij populli për 3 vjet, 4 vjet. I zoti shtëpisë. Po ti je në shtëpisë, të gjitha lavdërimet dhe sharet do mbi kurrizën tënde. Qartë. Unë të falenderoj shumë absolutisht për ndajën e minutave tua me ne dhe që na dhat mundësit me dëgjue sugjerimet tuaja dhe sigurisht edhe konstatimet tuaja. Ecë më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Përshëndetje, jam përsëri ajo zonja Name Malia që jam invalide, që më hoqën kempin. Vajta 2 ditë që isha me një shpresë shumë të re që sikur më ngjallë një dritë të kuqe. Po pse? Çfarë ju kanë dhënë? Desha të të thoja disa detaje në lidhje me këtë, që neve na kanë trajtuar, more zoti Patrik, që gjithmonë sa herë që çonim dokumentat për të dalë në kemp, le që na shikojnë me një neveri, që të them, po kemi frikë na dridhe lenjzat e këmbëve sa herë që dilim në kemp. Dhe gjithmonë me një pse ndodh kjo zonjë? Pse ndodh? Do të thotë që nuk u trajtojnë mirë, se ka shumë apo kërkojnë para, apo çfarë ndodh me komisionin e mjekëve? Edhe kjo, detaji tjetër, detaji tjetër, janë njerëzit punojnë në Greqi, në Itali, dhe vinë të marrin kemp aty, që janë shumë mirë punojnë në emigracion, dërsa unë që jam e sëmur të ma heqin, edhe të më shikojnë me një sy, jo me keqardhje, po me urete, me fjalë që nuk i respekton asnjë invalidët, e kupton apo jo. Jam shumë e indinjuar për këtë se ke iden, edhe jam në moshën të thash 55 vjeçë. Vemi kërkojmë punë, nuk na qas njeri në përzyra. Një pastruse kam kërkuar. Absolutisht nuk ka. Gjithë kjo bashkime qënë se u bashkuan me fshatra me gjitha. Nuk pas ka një pastruse. Mirë dakord, ma hoqëm kempin e mblodha mendjen që nuk do ashtu. Po, o zotri, dua të ha një ndim ekonomike. Nuk më takon se nga që burim, edhe po burim është invalid. Dhe kur është buri invalid, mua vetëm 6.000 lekë të vjetra më takojnë. Qa mund të bëj me ato? E kupton, kam punuar në minjerë, o zotri, kam punuar në minjerë me 4 turne, ngrishan 12 natës vija, pastroja që myrë ma i ripit atje. Kam punuar 13 vite me radhë, edhe vjen puna, edhe një kosisht edhe 6 orash, në marrëdhënie pune kam dalë invalide në 94. Kjo më vjen çudi që të dalësh nga puna invalide dhe vjen puna të ta heqën se llogarit njeri që ke qenë një punonjëse edhe në kushte shumë të vështira ku kemi punuar ne në minierë me 4 turne, kemi punuar një vit e 2 edhe pak. Mesazhi është një indinjate jona që pse nuk respektohet punëtori. Shumë e drejtë. Dhe sipas kodit të punës, mua më bronte edhe kodi ligji i punonjësit që kur jenë marrëdhënie punës ka të drejtë asnjë të ta heq kempin, e kupton?
Megjithatë, unë e marr si apel këtë, faleminderit shumë zonjë, dhe unë e marr si apel për Ministrinë e Mirëqenies Sociale Pikspari, edhe për gjithë ato institucionet të shërbimit në qoftë në Memalije, qoftë edhe në Gjirokastër, ku zonja përplaset, që të shohin pak në aspektin më njerëzor, mos se zonja tha dridhen këmbët, imagjino të shkosh të kërkosh një drejt tëndën dhe dridhen këmbët nga ajo që do të presi nga vendimi i një grupi mjekësh apo një komisioni që për 1000 njerëz sy mund të jetë aty, sigurisht është për të ardhur keq dhe ky është një mesazh shumë i madh për gjitha institucionet e shtetit që duhet të ndërhyjnë dhe të veprojnë që hallkat e shërbimit social, që shteti social të funksionojë më mirë dhe zonja të ndjehet e vlerësuar, ka dhënë një kontribut me 4 turne, ka punuar natë, ditë në minjerë dhe sigurisht sot meriton më shumë respekt. Dhe ky është një mesazh që shkon, shpresoj ta dëgjoj dikush edhe nga ministria, por edhe nga institucionet, edhe ato lokalet në Gjirokastër, të cilat mund t'i japin zgjidhje zonjës dhe sigurisht ajo kërkon në mos trajtohet me kemp, atëherë t'i gjendet mundësia e një pune diku të mbaj familjen me bukë. Presim tjetër telefonata. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do të thosha diçka për atë biznesmenin që iku dje. Po, patjetër. Ajo ishte një pamje me gjithmonë tragjike për këtë vend. Po ju ndjek që në mëngjes edhe më vjen keq që asnjëri nga ata telefonuesit e parë nuk e përmendi. Po sepse ka përshtypjen se njerëzit që telefonojnë kanë boll halle dhe kur e mendojnë këtë gjë nuk duket shumë e largët nga hallet që kanë për vete. Nuk ma merr mendja se ka hall më të madh nga ajo që pamdije. Flasë, shohin ndoshta në interesin e ngushtë, dhe ky është problemi që kemi ne shqiptarët, nëse shohim në shumicën e rasteve shohim vetëm atë interesin e vogël, nuk bëhemi dot bashkë për interesin e madh që është ndërtimi i këtij vendi. Pashka se shqiptarët për shumë për mendimin tim, jo vetëm Shqipëria që s'ka asnjë lidhje me qytetërimin evropian, po ne shqiptarët edhe një për një me fjalë si njerëz, nuk arrim, nuk kemi kokë evropiane, Patrik. Unë isha partije në Tiranë edhe jam habitur, aty si i thoni te 21-shi. Një trafik budalla, qatem jam habitur. Po e zotrin, gjithë botën ka në Evropë, klasa. Ka semafor. Ati e njëri të futesh djatas, njëri majtas, a i policit mes, zoti ma... Po qa bedore? Qa bedore, zotri? Ka semafor në botë. Rri në korsin. Tone, do të virada i... Po së të erdi rada prit, s'ke qa bon? Qa, nuk e kuptoj. Po hyri njëri djatas, njëri majtas, njëri drejt, njëri shtremët, pastaj sigurisht që do të vënohesh më shumë duke ndjetur në radhë, se nuk do të vijë radha në kursin tënde asnjëherë, kështu që krijohet Perëndi, më kanë pëlqyer shumë brëm Patrik ata zotrin që kanë atë me fjalë si quhet atë News 24. Nuk po e përmend këtu për të ulur juve se ju jeni me gjithmonë. Ne jemi kolegë, jemi të gjithë në një mision, nuk ka asnjë rëndësi. Jeni një stacion me gjithmonë për të pasur zuli dhe për këtë bravo qoftë. Po që atë që bënë brëma ata duhet ta bëni të gjithë, Patrik. Qartë. Që ti tregoni botës që këtu Shqipëria është bërë me ashash. Kuptoj. Ose shqiptarët pasaj, nëse shqiptarët e kuptojnë, të marrin në një dhi, të mjelin dhin e të pinë qumëshdhia shqiptarët. Qartë. Po na mbeti vend ku ta kullosin dhin, dakord? Po ta mbajnë për dore, se cili të marrë në një dhi, po turpi zot. Qartë, kuptoj shumë drejt. Unë e kuptoj shumë drejt mesazhin, absolutisht gjithë secili, prandaj thash, mos shohim vetëm se qytetarët e shohin atë interesin e ngushtë, kështu ka ardhur puna, janë hall, janë të varfër, janë dikush e mendon bukën se ka për darkë dhe sigurisht mendojnë hallin e ngushtë, por po su bashkuan për hallin e madh, sigurisht që do ta kemi pak vështirë ta ndërtojmë këtë. Po Patrik, të gjithë të varfër jemi. Patjetër prapë, ne them. Edhe unë po flas me ty tash, Patrik. Qartë. Jam pa punë, gruan pa punë, jam në problem shumë madh financiar. Po që ky popull mos të reagoj, kjo është të marrë në një dhjo, për të thotë. Qartë. Të kullos dhim. Të falenderoj shumë për telefonatën dhe sigurisht për ato që ndatë me ne dhe sigurisht mendimet, sugjerimet, gjithçka është e hapur dhe e mirë pritur nga secili prej jush. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, qëndroni me ne, pas pak do të jemi në 30 minutat e fundit të komunikimit në ora juaj.
Jemi rikthyer përsëri bashkë të dashur miq, jemi drejt për së drejti, ora 8:00. Mirëmëngjes gjithë ata që janë pak më gjumash dhe janë zgjuar tani, sigurisht ata që ndoshta nuk kanë ndonjë punë për të bërë, megjithatë shpresojmë të kenë gjithë diçka për të bërë dhe punë sa më shumë për gjithë shqiptarët që të sigurojnë sa më shumë të ardhurat për familjet e tyre. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Unë jam një qytetare e Shkodrës. Mirë se erdhët Shkodra. Mund të flasim? Po, patjetër, drejt për drejt i bashkë jemi. Jam një qytetare e Shkodrës. Po? Me banim në Athinë. Po? Kishe një problem shumë shqetësues, sepse ne jena emigrant, jena jashtë, edhe një herë ditë që vim në Shqipëri me fjalë, vim për të kryer një hallin tonë, edhe nuk e gjejmë kurrë të drejtën. Ne që demek vim për pushime, i thojnë, vim për të kryer veton një punë një hallin tonë dhe nuk mund ta gjejmë po të vërtetën atje. Çfarë konkretisht mund ma shpjegoni pak? Përna? Çfarë po thoni konkretisht, për çfarë keni fjalën? Kush është problemi? Prej 5 vitesh, kam hell dokumentat për një tapi shtëpie. Kam një shtëpi private në Shkodër që ma kanë lënë prindët e mi. Po. Trashëgimi pa. Kam dokumente, testamente me shumë gjana. Kam kaluar hipotekë. Po. Kam dhënë lek sa më nuk di. Se nuk po duhet të nxjerrim me emra nga këto, ne tek një. Më kthejnë përgjigje, mas po më majnë me shpresë më rrana vitit, mas një vitit me kthejnë shpresë që me kthejnë përgjigje që nuk bëhet. Pse? Jo se nuk bëhet, më kthejnë një përgjigje, më nga një letër, dhe më thonë shtëpia ka leje ndërtimit, i ka të gjitha, dhe më thonë, i më nga një leje, më nga leje ndërtimit, leja toksa, gjitha lejet janë, më nga një leje ndërtimit, është leje ndërtimit, shtëpia është të bëmë qysh në vitin 61. Ata janë shumë djegë, jo vetëm mu, janë djegë shumë dokumenta të shkodranëve, ose të shqiptarëve, të qytetarëve, që është 97-ën. Qartë. Por, përderisa është ndërtuar në 61-shin, paktën me aq sa ne kuptojmë se si ka funksionuar para viteve 90, nuk të lënë njëri të ndërtoje kaq kollaj aq më tepër në Shkodër, në mes Shkodrës, në qytet. Pra, një leje ka pasur diku tani, se sigurisht çfarë do të bëhet nëse është djegur, janë djegur këto dokumenta, atëherë si mund të zgjidhet ky problem? Çfarë zgjidhjet kanë ofruar? Çfarë mundësie? Faleminderit. Shtëpia është bërë në kohën e Verhoç. Po pra, 61-shin dhe pa leje nuk lënë njëri me apo. Të bash një shtëpi pa leje, është pa me nume. Apo jo? Qartë, thash. Tashi, për disa leja tokë që ekziston që kjo shtëpi është e ka trudhin, e ka vërtetohet në hipotekën në të gjitha ata qenerat ku duhet vërtetohet që është shtëpia e saktë, edhe nuk është leja e ndërtimit që ata ishin në të kohë në disa zyra që u dogjën në shtatën. Qartë. Gjenë përgjigja vazhdimisht. Hedhi lek, hedhi letra, vazhdoj. Tash ka dalë një ligj i ri që të hedhet në bashki. Po. Kam 2 vjet që kam një ligj i ri tjetër, mas 5 vite dhe kam hallë në bashki, po ka dalë një ligj i ri për të shtëpijet e vjetra. Po, që nuk ka leje, ka dalë një urdhën që do të bëhen letrat atje. Po bashkia është pse? Çfarë ka ndodhur tani? Bashkia si bën çfarë? Bashkia pse nuk i bën këtë procedura? Nuk ka organizim, nuk ka pyetje në telefona, si thonë, jena bërë me shumë manë këtë. Këte i pyetje në telefona, thojnë, nuk është mbledh akoma mbledhje. Nuk ka njerëz për të organizu këtë punë. Letrat ne kanë marrë, lekni, i këna bërë pagesa gjitha. I këna me fotografia me mikqyrje, me aeroplanë, që i kanë bërë gjitha. Pra, çështja tani për momentin ka mbetur në bashki, pra, ky është problemi. Që janë në bashki. Okej, që ti drejtohemi pak bashkisë, gazetari jonë. Po, sepse besoj se si ju mund të ketë edhe shumë të tjerë në Shkodër, cilët e kanë pak shumë të problem. Kështu që ti kërkojmë sot gazetarit tonë në Shkodër, të drejtohet bashkisë se çfarë po ndodh me këtë proces të këtyre shtëpiave, të cilat u ka humbur leja ndërtimit për shkak të djegjes së objektit, ku ka qenë arkiva e këtyre dokumentave, dhe të shohim se çfarë do të marr, pra ta ndisim pak bashkinë që të veprojë dhe ta organizojë këtë strukturën që do të merret me ju, se nuk ka kuptim të justifikohen me mungesë strukturash kur ju keni hall shtëpie sepse kështu meteni pa shtëpi. Ky është një problem shumë i madh. Faleminderit shumë që e ngritet këtu, zonjë.
Shumë faleminderit dhe sigurisht që gazetari jonë në Shkodër sot do t'i drejtohet bashkisë për një informacion lidhur me këto banesat, cilat besoj se janë të shumta, sepse me sa më e mend kur është djegur 97-ën, arkiva e institucionit pra që kishte pikërisht dokumentat e shtëpisë, hipoteka dhe e bashkisë ka pasur dëme shumë të mëdha, kështu që duhet parë me vëmendje zgjidhje kjo çështje. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Urime për emisionin. Faleminderit. Është e treta herë që po marr, një herë kam marrë para 2 javësh. Kemi biseduar bashkë. Të tjetër mori prap vura gruan. Për pensionin gruas e kam. Vura që bisedoj me ju. Dhe e treta është po flas prap me ju. Sepse dje kërkova një takim me ministrin dhe në zyrën që priste një grua atje më dha një copletë të ankesa dhe bisedova gjëra gjatë dhe më tha që është e koti të drejtohesh prap gjykatë se nuk e zgjidh dot këtë problem në pension. Është ajo që pa ta thënë përpara për një mos mbyllje libresës, një vul, vetëm një për vulën e famshme. Dhe tash unë do t'i bëj kërkesë. Ky zotëria apo kjo zonja që ju priti nuk u shpjegoj, pra nuk e interpretoj ligjin e ri që thotë që për gjitha ato problemet e para viteve 90 nuk do të keni më nevojë të drejtoheni gjykatës, por do të zgjidhin sigurimet shoqërore. Mu më ta, sepse unë e bëra të qartë, ministri ka thënë dashun në zyrat e Mësë Mshyrit edhe drejtorisë edhe më thanë që ministri ka folë vetëm për shënimet me laps kopiotiv. Tash po për këtë tjetërën, që është një librezë kohës e Enverit, kohës monizmit, si do të zgjidhet kjo problemi? Kur në arshiv atje në Lundër nuk gjenden, kam fut 3 persona nuk gjenden, si thot ta zgjidhet? Vetëm përmjet gjyqit do zgjidhet, ku kam para unë tash më motor tash në gjë. Ta zgjidhet përmjet gjyqit do 500.000 lekë tash, ku di gjë. Unë pres pension për vete, gruaja akoma s'ka marrë pension, po shkojmë kështu si top futbolli, rrëkapekë do shty ditët e jetës tonë. Ajo më tha mu do të bësh këtë kërkesën dhe ne do të shkruash kërkesë ministrit për të ndryshuar ligjin. Unë me kërkesën time që do bëhen të ndryshoj ligjin ministri. A ishte me më përqela nuk e di si ishte më në vlajt ashtë, nuk e marë, nuk e kam. Megjithatë, ajo që duhet në fakt, sigurisht kjo ndoshta edhe ka qenë edhe për t'ju përcjell, mas edhe ka qenë, po sigurisht nuk mund të, po t'ishim ne që t'i vizim. Çdo derë kam trokitur, ma bestoni që kam çdo derë që kam trokitur, të gjithë më thonë drejtoni gjyqë, për çfarë do të drejtojmë gjyqë më vëllai? Çfarë faji është ime se dokumentat nuk gjenden apo borderot apo libër themeltar. I tash janë 320 punëtorë në ndërmarrjen tonë. Nëse si puna ime janë 320 punëtorë. Disa kanë marrë se kanë vulën, disa nuk. Hajde të bëjmë edhe 350 procese gjyqësore, ne nuk po i bëjmë dot ato që janë në proces, se nuk ka apeli administrativ nuk po i shqyrton dot 1 në 5 vjet, jo më të merret edhe me 353. Pikërisht që do pres akoma 5 vjet unë gjën. Megjithatë, unë edhe një herë, unë po e apeloj dhe sigurisht ne ja kemi bërë dhe do ta bëjmë edhe një listë gjë. Të sqarohet ky ligj i famshëm apo ky vendimi se kush ka të drejtë të drejtohet gjykatës e kush jo, sepse tani nuk mund të dalë ministri e të thotë gjëra të përgjithshme dhe më pas kur shkon në institucione apo në sportele për marrë shërbimin dhe thonë jo po e ka thonë për lapsin kopjativ, jo po se ka thonë për vulën, po e ka thonë për firmën. Këtë më kanë dhënë, këtë përgjigje më kanë dhënë vllai. Këtë përgjigje nuk e din. Megjithatë ne do të këmbgulim sigurisht të lutem sepse jam në pritë dhe nuk di ku të përplasem. Nuk di ku të çfarë derë do përplasem. E kuptova drejt. Çfarë porte. Shumë faleminderit dhe uroj shumë faleminderit që më dëgjove dhe urime. Faleminderit shumë, faleminderit. Absolutisht për të ardhur keq, pra që të interpretohet drejt ai vendim që ministri e ka lexuar, të sqarohet, thuhet që është për këtë kategori dhe kaq. Mjaftoni siç u bë për pensionet e 96 para 96-s, pra të thuhet 93-96, të cilët u thanë që këta do të përfitojnë. Pra të shpjegohet pak më qartë për qytetarët se shikoni se çfarë ndodh. Shkojnë me idenë që nuk do të kenë gjyq, por përfundojnë prapë në gjyq. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zonjë, ju përshëndes. Faleminderit edhe ju përshëndes për emisionin. Faleminderit shumë. Marr shkas nga emisioni X pare për AKU-n. Po. Më vjen çudi fatikisht që nuk del Granit Sokoli, që është drejtori i AKU-s. Është zëvendësi, mos ta të lutem. Është zëvendësi, mos ta ngarkojmë me përgjegjësi Granitin. Është zëvendësi, thjesht zëvendësi. Graniti është pikërisht sepse janë inspektor që i ka marrë Graniti aty. Ata inspektorë i ndajnë lekë përgjithë me Granit Sokolin. Tani janë të qarta këto punë. Është shkruar
Granit Sokoli nuk din çfarë është AKU-ja. Nëse unë ju sjarova që nuk është drejtori, nuk dua të hyj, po. Është një gazetar që është marrë me reklama tërkohë, nuk din që është AKU-ja. Është vetëm ditë me diell. Kaq kisha, ai që u pa. Qartë. Faleminderit Zonjë. Gjithsesi për të sqaruar, Graniti nuk është drejtori i AKU-s, por është zëdhënësi i AKU-s, kështu që zonja ka akuzat e pretendimet e veta, unë nuk i hyj të interpretoj këto, por thjesht për të sqaruar, pra që nuk bëhet fjalë, nuk është drejtori i AKU-s, është një zotëri tjetër që ka pak ditë që është emëruar. Megjithatë, e falenderoj zonjën sigurisht për telefonatën dhe për shqetësimin që ngriti, absolutisht çështja e produkteve, trajtimit produkteve ushqimore, të cilat janë duke u denoncuar dhe duke u alarmuar për ditë nëpërmjet edhe zërit qytetarë, sigurisht janë për të marrë në konsiderat dhe për të shqetësuar, sepse janë ato që ham ne dhe janë rrezik. Sigurisht institucionet, këtu AKU-ja, duhet luaj rolin e vet dhe të ndërhyjë për ta zgjidhur problemin. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Përshëndetje, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit juve. Zotria parafoles para zonjës pretendoi për pensionin. Po. Qeveria me vendim apo me ligj, si ta them unë, nga njëra anë hoqi me ligj procesin gjyqtar. Po pra. Përpunojësit e para 9 vetës nuk kanë të drejtë hapin më proces gjyqtar për të përfituar pensionin. Pikërisht. E para. Dhe e dyta, dokumentacionet, dihet se çka ndodhi në Shqipëri në 97, dokumentat u dogën. Nuk gjendën. Ky hoqi drejtën e ligjit, qytetari doli në diell ngeli pa pension. Po pra, ky është problemi që unë edhe apelova ministrin dhe drejt për drejt i ministrin, që ta sqaroj një herë mirë këtë punë, pra, sepse njerëzit, jo gjithmonë për fajin e tyre i kanë humbur dokumentat, siç tham, ka pasur djegje, ka pasur dëmtime, diku institucionet ndërmarrjet kur kanë mbyllur 90-91-shin, një punonjës si papërgjeshëm mund t'i ketë hedhur diku në kanal, e shumë histori të cilat ne i dim në këto 26 vjet. Të këtil natyre e kam problemin edhe gjaja. Kam 11 vjet punë më lëvizin. 11 vjet punë, pra, nuk janë pak. 11 vjet. Kam shku në Dibër për të hapë bërdorat, edhe të thonë që janë 10 letra. Qartë. Unë kam dalë sot, jam 68 vjet, jam pa pension. E kuptova. Pra, 11 vite pune me një të rënd të lapsit, harrohet. Për mua, për plak, për mua. Qartë. Dërsa plakës ja kanë ndruar dhe emrin e babait, nga Aziz ja kanë bërë Jakub. E kuptoj. Kjo është problemi i pensioneve këtu, pleqt, dalë në diell. Problemi i parë. Problemi i dytë. Po. Si nuk u vjen fort të vdes nusja 35 vjeç bashkë me poshtjen të bark. Dhe ato mjekët bluzat e bardha dalin të testojnë kundër veprimeve të prokurorisë. Lere prokurorinë. Nuk ka prokuror që të fut njëri të papajshëm burg me dëshirë, në që se s'ka në i tendencë. Gjithmonë që se s'ka në i tendencë. Ja, po, ne du ta kemi si regull të që du të presim një drejtsin, të shpejt drejtsia, pas taj të komentojnë. Pritët drejtsia. Dalin bluzat e bardha, mjeke, doktore, infermier, kudion, protestojnë. Të keni besim të mjekësia. Që të kemi besim të mjekësia, unë kur një nuse e re, 35 vjeç, më vdes në duart e doktorit, ambulanca mbyllur, qa besimi kërkojnë ta? Qartë. E imaginojnë ta se ku të flasin nën, këdo frasin nën ato diposhnjën që kalen brapa ajo. Qartë. Kanë dhimje njërzore këta, po s'kanë. A që më të e kur flasin për mjekësin që është... Ashtu. Dhe e treta. Po. U bë gjatë që flitët për drejtsin. E siguroj çdo kënd që në këtë vend, përsa ka fut duart politika, nuk do të ketë drejtësi. Qartë. Këtyne nuk u levërdis drejtësi. Normal. Këta për 25 vjet, kanë fut në dorë drejtësi, përri, polici, edhe këta s'ka burë nane që i shkatron, që bon drejtësi më në këtë vend. Qartë. Këtu nuk, ekspertët e pavarur, ekspertët e Komisionit Drejtësisë. Po qëfar ekspertës janë këta kus nuk lovërisin afatët kohore, më? Qartë. Shumë e drejtë. Qëfar ekspertës janë këta, më zëtëri? E kuptoj drejtë. E nga tja e mu, thot Mirë Gjafa, thot, presidenti, thot, është gudështi me kushtetutën, po ti e miratove kushtetutën gabim. Qartë. Mund të falenderoj.
Faleminderit shumë. Përshëndetje, zotëri. Gjithashtu, ju falenderoj shumë për telefonatën. Presim tjetër telefonues në linjë. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjesi, Patrik. Mëngjes, mirë se erdhët, ju përshëndes. Të kam marrë para 3 javësh në telefon. Po? Dhe të thash që vetëm tek Radio Televizora News nuk është mbjella shash. Si duket u dëftua me shkatër një 24 dhe e mboli për para Edi Vasili. Ne nuk kemi ujë këtu ta ujisim. Po mirë, edhe falenderoj policinë e shtetit, për super aksionin që bërin brëm tek një 24. Qartë. Po mirë, që bëhet këshuare, Patrik, Bëhet këshuare, edhe ai Pierin Dreu kishte shumë alergjia të degën, se ja tha shumë Edi Vasili, hiq më nga përpara, i thoshte, hiq më se më bën alergji, thoshte. Qartë. Po që bëhet këshuare, edhe tjetra, zoti Patrik, po si ore, dëgjohet, ai biznesmeni që iku do punsonte 2000 punëtor. 2000 shqiptar, 2000 familje do të siguronin në jetesën. Po, 2000 familje do punojnë atje. Çfarë ore, që bëhet kështu ore, si ore e masakruar iku në Shqipëria. 2000 familje do punojnë që ndjeni bukën e gojës. Edhe tjetra, se s'dua të flas shumë gjatë, edhe tjetra, të flasën pa për punën e këtyre plerave. Bota neve na quan plera, edhe plera do na bien, po për punën e plera do me thotë të grihet gjithë populli e ti marë komplet ata në parlamente të fut kokën të parlamente, mune ato plera të futore, mune plera, e masakruan këtë unë. Na prunë ata mujëdinët, na bien plerat, zoti na nxjerr për mënë, zoti Patrik, se zdije se kua kemi funin me këtë kryeministër. Më del më bën fushata me 10 veta, kishte ripota 10 veta, i gënje shqiptarët e shket, na masakruan. Hajde qoftë mirë, respekte për ty, zoti Patrik. Faleminderit shumë, respekt edhe për ju, faleminderit shumë për telefonatën dhe sigurisht edhe për ironinë që përdori sigurisht edhe në komunikim, sepse ndonjëherë duhet i themi pak gjërat drejt për drejti. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjesi. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Frëzon avionët në përpista avionë Shkodra Band dhe shteti hesh. Pse? Ka kryeministri ky shtet apo edhe ai Shkodra Band? Nuk e di. Mbillet në të gjithë vendin, në të gjithë shtetin drogë dhe shteti hesh. Ose i kundërvet opozitës, sikur qeverisin të dy bashkë. Pse? Ka kryeministri ky vend apo edhe ai është pjesë e drogës? Ministri i Brendshëm akuzohet direkt si antar kryesor i bandave. Dhe ky kundër përgjigjet, jo përgjigjet, se në Shqipëri është mbjellë drogë edhe në qeverinë e mëparshme. Po pse nuk e ka thënë qysh kur e ka zbuluar, po pret 8 vjetë qeverisi iku dhe 3 vjetë qeverisës së tij për të treguar emra fshatës që kanë qenë bastionet PS-s ku mbillej drogë nga Fatosnano. Pse? Ti kishte ndodhur Berishës kjo punë, nuk do ta dinin gazetarët asë një sekund të ditë nga shtëpia që të përgjigjet pyetjet të tyre. Ambasadorët tregojnë teorikisht se do të zhduken të keqen nga Shqipëria, po kur ka thonë ambasadorët me bandat qeveritare, ata duken si xhuxh ma xhuxh para Ramës. Kaq kisha. Faleminderit shumë. Ju përshëndes dhe uroj ditë mbarë. Faleminderit. Presim një tjetër komunikim në këto momentet, kemi mundësi sigurisht të bisedojmë edhe për pak minuta, besoj edhe me disa qytetarë tjerë nëpërmjet të 2 numrave tanë telefonit. Alo, mëngjes. Okej. Do të vijojmë me tjetër telefonues, sigurisht e ndonjëherë bie edhe linja, kështu që duhet pak më shumë ritem. Megjithatë sot ka pasur goxha ritem dhe njerëzit kanë folur shkurt dhe drejt për drejti. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Faleminderit. Nga ta filloj më parë, bis Selmani nënës këtë që im parë. Për çfarë të ankohesh më përpara? Tani dua të ankohem për veten time. Kuptoj. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Mbas 15 vitesh emigracion arrita të blej një shtëpi në Tiranë. Po? Edhe në desh që se nuk ishte sahat ujë,
Më desh të kaloja, në ratë të parë ndërova emrin vura në emrin e burit, ndërova emrin ati personi që kishe më para, në basë regullave, më desh të vija sahatuj, se nuk kishte sahatuj. Se afro për vinte 20.000 lek të vjetra. Ne jemi 2 veta në shpi dhe faktikisht nuk jetojmë aty, po prap jetojmë jashtë. Kuptoj. Dhe ta që duhet i paguaj pa tjetë 20.000 lek dhe desha sahatin, a i sa të argjoja të paguaja. Vajta, ati në basë regullave pagova 25.000 lek për sahatin dhe për punin që do bënin ata zotrinjt. Normal, për instalimin. Si përfundim erdi një djali hidraulik dhe sa unë këtë punë se bëjdot. Pse? Duhet ta bëni, po se bëjdot nuk e ditë se me sahat në dorë, tani duhet ta apeshe vëndit të vijeshe sahati. Vëndi ishte i hapur faktikisht ajo kaseta aty, po duhet të lëviste diçka që të vinte sahatin. Po atë paguhet ai, prandaj po them, prandaj paguhet. Është punojësi UKT-s Tiranës. Edhe unë prandaj mora në telefon, vajta dhe të drejtori i asaj zone ku ishte, sa zonë sa a i djali jeti dhe më tha që unë nuk e vedot. është i pafti që nga puna, është i pafti që nga puna, pra ti kështë thënë. Me një tjetër sa privat, i thash, unë nuk më duhet privati, më duhet shtetëror që a i të vendosë edhe vullin, vendosë i gjitha. Po sepse po ta vërë privati, do të vine se thotë, jo, po ta kam vendosur privati, unë nuk ta njoh këtë gjë. Bravo, për këtë e desha, në basë regullave, si që bjeva shpin basë regullave, gjitha në basë regullave, shtetërore të tëra, ta si përse nuk di më djallë ku të drejtohem, nuk di ku të vete, ku të mbitem. Po sigurisht, unë ju sugjeroj të ankoni në drejtorinë qendrore të UKT-s dhe t'ja shpjegoni këtë problem, sepse kam përshtypjen se ai zotëria, ai djali i ri që është punësuar ndoshtarisht tazi kohët e fundit, sepse u hoqen 500 veta nga ujësjellësi dhe kanë emëruar ca të rinj, mbase nuk e di këtë punë dhe ti kërkohet të vijë specialisti ta bëjë këtë punë, sepse nëse do ta vëni në mënyrë private, jam i sigurt që nesër do të vinë tu thonë, nuk ja u njohim, përsëri do t'u vija forfe ajo fatura e ujit dhe gjitha këto probleme do t'i keni. Kështu që ankoni në drejtorinë qendrore, besoj se do të merret në konsiderat ankesa, sepse ka një zyrë që merr shqyrtim ankesat atje. Prandaj desha ta bëj publike, që ta marrim vesh ata. Patjetër, absolutisht kjo është. Ne jemi 2 plejt, të bretën tash, deri më deri, të vetë vi private, asnjë nuk do ta njohin, do ta quajnë jo të lishëm sahatin, kështu që më mirë ndiqni rrugën, shkoni drejtoheni dhe denoncojeni, sepse në fundit ky njeri që s'di me bë punën, nuk ka si të punoj aty, nuk duhet i bëj keq askujt. Po kjo është vërtet shumë e rëndësishme sepse të bën dëm ty, i bën dëm tjetrit me radhë, kështu gjithë atyre që kanë këtë problem. Kështu që shumë e rëndësishme të denoncohet dhe të paraqitet si shqetësim në zyrën qendrore të UKT-s. Okej, faleminderit shumë zonjë, uroj ta zgjidhni këtë problem dhe mos keni pasoja mbrapa, se nëse do ta lidh privati do të thonë, po nuk ta njoh më këtë vulën sepse nuk është vula jo. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit shumë. Problemet e popës do të mbaruar. Do të pyes për një diçka. A mund të afroni pak telefonin, nuk e di pse ju dëgjoj larg. Okej, faleminderit shumë. Mund të pyes për diçka. Kjo quhet reformë për drejtësi apo reformë për të dobti? Po bëj këtu një vit që ka dalë nuse komision, gruaja komision invalidi. Kam letrën në shtëpi që ka marrë dokumente për kem. Po bëj një vit që s'ma lek. Po pse? Atëherë pas një javë si mora letrën, po thërë doktori dhe ma grisht letrën. Po si ka mundësi që mund ta grisë? Po kam letrën në dorë, jam paraqitur para komisionit. Po. Atëherë mund të dalin ai ministri i drejtësisë, se kjo quhet drejtësia. Po padyshim pra. Se ne kemi kaq vite që diskutojmë për reformën e drejtësi, po nuk diskutojmë për drejtësinë reale për qytetarin. Ky është problemi. Bravo, se dolën mjekët dje se vrik një nën me fëmijë dhe dolën e mbrojtën. Po unë çfarë duhet të bëj? Duhet të marr pistoletën në sipije. Po a ekziston një proces verbal i komisionit mjekësor që u ka dhënë? Ka mund të shpië zotrote. Po atëherë si ka mundsi? Me mua dhe nesër në Berat të tregojnë unë. Unë po të them që ta kam thënë, më fal se edhe nga njeriu nga ansi dhe mërzitet. Sigurisht. Të them që do marrë çalon nga vesh, jeni burrë grua. Gruaja e dha ai, edhe gruaja pa bëj një vit ama lek. Unë mund të asgojë ma bje ministri e drejtësisë vetë e njepu, të juristje që ka ai atje të përkraja sociale. Po jo, po kjo që thoni ju, se dhe tani unë nuk isha dëgjuar këtë, që një mjek arrin të marrë të gris një dokument që e ka firmosur një komision dhe ju të ngeleni pra për një viti që e keni marrë të drejt, ngeleni pa e marrë të shërbim.
Ore, u që flasë për dokumenta, kam dokumenta. Jo, dakord, jam plotësisht dakord. Dhe ne do t'ju kontaktojmë që ta shohim dhe t'ja paraqesim se ky mjeku du t'maj përgjegjësinë nëse e ka ngrisur padrejtisht të gjë. Dhe mjeku që më mbronte, që jam në temët, ai më ngrisi. Po pikërisht pra. Përderisa, ju thoni që e ka firmosur komision dhe Kempin ta jep një komision, nuk ta jep një njeri, apo jo? Ama ishte pjesëtari komisionit. Si ka, përderisa ka një proces verbal që është miratuar dhe ju e keni marrë këtë gjë, sepse komisioni nuk firmos pa mbajtur një proces verbal, se do të ishte shkelje ligjore. Kështu që unë kam dokumente dhe kam në atë moment që i kam çuar unë letrën, se unë si shamaki budallas, se kam bërë unë 3 klasë dhe jurist për ekonomikun dhe e kam fotokopjuar. Ja dhashe originale, më tha ma pas një javë do të përrasi prap që do të përsëritësh prap dokumenti, mua ma grisë dokument. Po u ka fotokopje në dokumentet tu. Okej. Atëherë, regjia të mbaj numrin tuaj telefonit, do t'ju kontaktojmë dhe sigurisht t'i paraqesim gjithë ato dokumenta dhe nëse ai mjek ka përgjegjësi për këtë shkelje, sigurisht që do të përgjigjet për këtë gjë në kuptimin edhe moral, nëse ne kaq kemi në dorë. Sigurisht pastaj është e drejta juaj nëse do ta përcjellni në proces gjyqësor apo jo ta denonconi, kjo është pastaj zgjedhja juaj. Falenderoj shumë zotrin. Besoj se kemi edhe për i telefonat fundit kohë, regjia, na jepni kaq kohë. Okej, presim telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Jam një qytetar. Ore kemi 25 vjet demokracinë që mendem ore, jam një majt në kulmit të fatim hapër gjëra. Po? Në shplete me të zotëni se doli dhe beri fushat do bëj shtet ligjorta. Po që shtet ligjore është me shturë me ta një fshat, jo me ta një fshat në Italis, si ka mundësi që se bëjmë do të shtet këta mëre, unë se kuptoj një. Në ka shpresa jemi bërë të ikim nga pjezonte, mos të shkemi me këtu. Pa pun jemi, pa shkëgasinoj shpresa jemi, një korupcion nga të tëra anë, me të prishe që po bërën, të digjet i stati dhe njëmi, së po meret dhe shfare që po bërë, edhe qatë semi dhe qatë semi zdim, ku të qajnë halin, nuk dim ku të qajnë halin. Kuptoj. A manë edhe që po bërë, nuk dim ku të bërë, vetëm spital më avri, vetëm në përzjet e shtetit më avri, në të e fat du të bëj shtetin shtet, qa shteti po bërë? Kuptoj. Absolutisht është një shqetësim që ngrihet, sigurisht duke pas parasysh edhe mënyrën si trajtohet qytetari, ju thatë ndërtimet djegin të thatin e të njomin, nuk e di nëse keni diçka konkrete, apo e keni kështu shqetësim përgjithshëm? Opa, e kam parë dhe kështu, e kam parë dhe në tërsi, tu ca bëjnë, ca i bëjnë prishin primat, ca i bëjnë kështu. Qartë. Dhe qa bëjnë, dhe ca i bëjnë dhe në natës. Kuptoj. Absolutisht e ndaj me ju këtë shqetësim, sigurisht duhet pasur më shumë vëmendje ndaj qytetarit. Të falenderoj shumë për telefonatën, ishte telefonata e fundit për sot dhe sigurisht ishte me një apel, me një revolt brenda që kërkon më shumë drejtësi për qytetarin, ashtu siç edhe zotëria pak më herët pra që tha për reformën drejtësie, apo diskutohet për popullin reforma drejtësie apo vetëm për ata që e bëjnë drejtësinë. Sigurisht që është shumë e rëndësishme të shkojë tek qytetari drejtësia, të shkojë e drejta tek ata që kanë më shumë ti nevojë. Faleminderit gjithëve ju që u bët pjesë, komunikuat me ne, telefonuat, sigurisht ngritet shqetësimet tuaja, qëndronin programet në vijim të Ora News dhe të Channel One, do të keni shumë larmi dhe sigurisht mundësinë, sidomos nëpërmjet Ora News për të informuar, ndërkohë për të argëtuar nëpërmjet Channel One. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.